Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në Repolitik. Jemi gjithnjë duke pasqyruar minut pas minuti çfarë po ndodh me rezultatin e deputetëve tashmë të rinj, pasi prej orësh ose më mirë le të themi prej 2 ditësh dihet fituesi i këtyre zgjedhjeve që në orët e para të mëngjesit të 12 majit. Report TV ju ka dhënë pikërisht projekcionin që sot është faktuar si numër mandatesh. Në atë orë të para ne deklaronin në bazë të dhënave dhe numrit të parë të kutive të numëruara se Rama do të shkonte, rrezikonte të shkonte tek 83 mandate dhe pikërisht ai sot ka fiks 83 mandate. Ka qenë një transmetim i shkëlqyer në këtë drejtim, ndërkohë që ne jemi në metrat e fundit të kësaj maratone, pasi tashmë Rama ka mbajtur dhe fjalimin e fitimtarit, një fjalim modest, një fjalim jo me shumë tamtame, por një fjalim që kishte kryefjalë pikërisht Bashkimin Evropian. Ishte një vot referendare për bashkim me Bashkimin Evropian, ka thënë Rama, duke i referuar dhe duke falenderuar të gjithë votuesit shqiptar për këtë mandat mjaft të rëndësishëm, por me përgjegjësi mjaft madhe, siç u shpreh vetë kryeministri. Nga ana tjetër, ai e ka përmendur fare pak, le të themi, Berishën, gjithnjë duke referuar metaforës, ndërsa ka dhënë një vlerësim përsa i përket partive të reja, duke shpresuar që sipas tij ato të kthehen në alternativë. Ndërsa jemi në metrat e fundit të kësaj maratone, e cila nuk pati, le të themi, probleme të natyrave konfliktuale, procesi i numërimit ka qenë mjaft i mirë, asnjë problem mes komisionerëve të palëve, ndërsa jemi në numërimin e votës së diasporës. Tashmë betejë më e madhe duket se është mes vetë kandidatëve, ku betejë më e madhe është vetë tek Partia Socialiste kryesisht, e cila ka një luftë të vërtetë për deputetët të cilët garojnë në listat e hapura. Dhe për këtë arsye është dhe vështirë të kesh ata në studio, pasi të gjithë janë duke mbrojtur votat e tyre. Deputetët e sigurt ndërkohë në listat e mbyllura janë mbledhur në selinë e Partisë Socialiste, ku Rama, siç thash, pasi ka mbajtur fjalën e triumfatorit, ka shkuar në selinë. Nga ana tjetër, Sali Berisha në një tjetër atmosferë ka mbledhur drejtuesit politik në selinë e Partisë Demokratike për të parë se cila do të jetë strategjia, edhe pse ai tashmë e ka bërë të qartë strategjinë e tij, që me sa duket do të jetë dhe strategjia e Partisë Demokratike. Protesta, mosnjohje e rezultatit, si dhe mos largimi i tij, mos marrje përgjegjësisë për humbjen dhe mos largim nga Partia Demokratike. Të gjitha këto tema do të kemi mundësi që ne t'i vazhdojmë me analistët apo të ftuarit e radhës, ndërsa do të mbetemi edhe tek gara, siç thash, brenda Partisë Socialiste, kryesisht pasi Partia Demokratike ka garën më të thjeshtë, nuk ka shumë lojtarë të listat e hapura tek Partia Demokratike, në mënyrë që të ketë një garë, ndoshta Durrësi, ku një nga kolegët tanë, pikërisht Aulon Kalaja, është në një garë rrot më rrot me Arjan Ndojën, dhe rezultati pikërisht i Aulon Kalas është impresionues. Mos gaboj, ka kaluar mbi 7.000 apo 8.000 votues, është impresionues kur mendoni se Ert Bylykbashi, i cili ngaron prej vitesh në atë qytet, në vitin 2021 kishte marrë vetëm 2.000 vota, pra për të kuptuar se edhe kandidat të rinj të Partisë Demokratike bëjnë diferencë, dhe një tillë është dhe kolegu gazetari Aulon Kalaja. Por pa humbur kohën, do të prezantoj të ftuarit me avokatin Dajet Beqirin. Fillimisht mirëmbrëma, mirë se erdhe. Avokat, kënaqësi që të kam në studio. Gerdi Shella, drejtuesi i InfoChip, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Gerdi, besoj do ta shohim pak edhe në procesin elektoral, pasi ka shumë akuza nga opozita, qëndrojnë apo jo, do të doja mendimin tënd. Sapo ka mbritur nga, siç thash, nga kutitë e numërimit një prej kandidatëve të Partisë Socialiste, Mirgit Vataj, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirgit Vataj, më vjen mirë, keni qenë shumë civil, shumë qytetar që në nisje të fushatës kur thatë nuk pretendoi të marrë një mandat, kështu që edhe sot e kishit më të vështirë. Ata që pretendojnë mandat janë aty, nuk largohen dot nga kutitë. Pse kjo? Se duket sikur jemi në një vend ku po mbyllë një sy të morën votat. Është kjo atmosferë? Nuk është kjo çështja, absolutisht që është në çdo garë kur ti merr pjesë edhe në sport, aq më tepër kur bëhet fjalë për garë politike, është gjithmonë ajo pjesa e ankthit, adrenalinës, për të parë me syrin tënd çdo votë, për të marrë edhe tek kënaqësinë kur njerëzit të mbështesin, pra nuk është një ankth sepse ti ke frikë apo paranoja që vota jote do të qetërsohet.
por është thjesht çështje dëshire. Mos i mbaj me hatër kolegët. Jo, absolutisht, jo. Të sigur. Ata janë aty sikur do po i merr Gjermani dikurshëm, po i merr votat. Nuk e kam djerë. Nuk e ke parë këtë. Kam qenë gjatë gjithë kohës në urim. Ka rrezik për tjetërsim votash? Jo, absolutisht. Fare. Jo. Okej, mirë, prezantoj dhe kolegun Ermal Peçi, mi mbrëma mirë se erdhe Ermal. Nësi. E ndjen dhe ti me mua që ka një problem të socialistët për shkak se gara është më e madhe dhe ndërkohë me ndihmën e regjisë do doja të shikoni pikërisht garën e Tiranës, e cila është mjaft e edhshme për sa i përket kandidatëve dhe jemi në këtë nivel 12 të sigurtit. Më pas kalojmë në numrin 13, është Blendi Gonxhi, i cili është më i votuar nga socialistët deri tani me 13.374 vota, i cili me sa duket do të jetë deputeti i ri, Ervin Hoxha, ministri i brendshëm 10.284, Erion Braçe 8.724, Fatmir Xhafaj, një tjetër senator i PS-s 6.993, Ronaldo Rakipi 5.093, ndërkohë kjo është lista me 5 emrat burra të cilët me sa duket do të jenë deri tani janë të avantazhuar për të qenë deputet. Do të duhet të plotësohet edhe me 2 emra gra. Dhe shikoni, në vendin 18 është Anila Dena, ish ministri e bujqësisë me 3.408 vota, dhe ndërkohë numri 19 është numri i deputetit Gjemal Qefalia, por për shkak të kuotës femërore, dhe për momentin mandatin e përfiton Kejsi Elezi, e cila është deputetja më re kandidatja më re për deputete e Partisë Socialiste. Unë e kam patur dhe në studio, vjen nga zona e Paskuqan, shumë interesante si profil dhe ka 2.946 vota. Më pas është zonja Gjaçka me 2.829, e cila dhe ajo mund të rritet dhe mund të përfitojë pikërisht mandatin e fundit. Blerina Gjylameti sërish është në lojë, e tilla Gjona 2.286, më pas kemi listën me 37 kandidatë të cilët janë në garë. Ermal, përpara se të përgjigjet, ndoshta Mirgiti, ke ndonjë merak që aty po luhet diçka? Jo, të paktën informacionet e mia dhe është e dukshme edhe sipas të dhënave që duket që ka një luftë mes grave në Partinë Socialiste, sepse duke qenë se janë kuota shumë të vogla, aty po luftojnë dhe po shikojnë për të maksimizuar apo mos të shpëtuar asnjë vot, sepse në fund ditës është një luftë për pushtet dhe aty pushtet politik, por është luftë e brendshme duke qenë se është një mandat në lojë. Shumë interesante, kush mund të mbetet jashtë ose kush e merr mandatin e dytë, nëse ministri Dena është pak më lart me 3.408, tu kemi një garë të vërtet mes 4 apo 5 zonjave nga Kejsi Elezi, Olta Gjaçka, Blerina Gjylameti e Tilda Gjona. Deri këtu paktën është një luftë e vërtetë. Kë do kenë votë besuar qytetarët dhe socialistët. Ai që do ketë më shumë nga ato zonja, ajo do dali që mos ta paragjykojmë që t'japim. Mirgit, kush e përfiton, kush e merr këtë garë mes kandidatëve socialistë? Tash, ajo duhet pritet deri në fund për ta kuptuar, kështu që duhet lexohet çdo votë e cila është drejtuar kandidatëve në formë mbështetje. Kështu që nuk mund të flas për askënd, nuk mund të bëj asnjë parashikim. Besoj që ajo do jetë shumë. Megjithatë, për hir të vërtetës, dhe këtu doja ta kapja me Gerdi Shellën në këtë moment, nëse Gerdi ne do kishim një votim, një numërim elektronik, ne nuk do kishim këtë siklet të madh të gjithë Partisë Socialiste me stafer respektive, të cilët janë duke parë se mos shpëton një gjë, një presi, një shenjë. Kjo gjë zgjidhet vetëm me numërim elektronik, ku një tabor numëruesish dalin jashtë loje, sistemi bëhet më i thjeshtë, duke qenë se Rama, me sa duket, do të ketë një shumicë të cilësuar, e cila bën të mundur dhe ndryshimin e reformës zgjedhore, kur do që ai të dojë dhe si do që ai të dojë. Mendojnë që mund të jetë një propozim që kryeministri, i cili ka qenë i hapur në fakt për heqjen e komisioneve bipartizane dhe për futjen e sistemit elektronik në proces, duhet bërë kjo gjë apo jo? Sistemi elektronik ka shumë të mira, ka vetëm një të keqe të madhe. Ai kushton shumë për fat keq, nuk di nëse i kushton shumë Shqipërisë apo kështu është dhe në Angli ku ai përdoret apo në vende të tjera, por në zgjedhjet e fundit shteti shqiptar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pagoi 25 milion euro për diasporën. Jo, 25 milion euro vetëm për të pasur në si thua dy qarqe. Tirana dhe nuk e di Vorë, njësia 10 dhe Vora. Njësia 10 ishte dhe Vora. Ka patur 3 Jo, tani po, jo më parë për pushtetin vendor ishte Tirana.
ka qenë pilotime. Ishte Elbasani, Tirana Elbasani Vora, po të Edhe Dhe Kampa. infrastruktura elektronike kushtoj 25 milion euro. Me një llogaritje të thjeshtë ajo shkon 150 milion, 200 milion euro vetëm për ta patur, pra vetëm për të kursyer këtë kohën edhe këtë metrat e fundit apo këtë maratonën e numërimit votave. Unë mendoj që çmimi që jepet shtetit shqiptar ky lloj sistemi është shumë i shtrenjtë. Sot elektronika kushton lirë, ose më saktë elektronika ka zvendësuar gjithçka dhe ka epërsinë për të zvendësuar njeriu për shkak se kushton më lirë se sa njeriu. Nëse ne do të merrni vetëm elektronikën, këtu vetëm elektronika kushton më shtrenjtë se sa gjithë njerëzit dhe komisionerët përfshi dhe kohën e tyre. Kështu që dakord që elektronika të mund të zvendësojë numëruesit, grupet e numërimit votave, por nga ana tjetër duhet gjetur mënyra që ajo të jetë e lirë dhe jo e shtrenjtë. Aktualisht ajo është jashtëzakonisht e shtrenjtë për paratë e taksapaguesve shqiptar. Megjithatë unë i referohesha jo votimit elektronik, se aty për hir të vërtetës ka dyshime dhe madje edhe bota ka filluar dal nga dal një pjesë e mirë pasi ka testuar i ka hequr. Unë i referohem vetëm numërimit elektronik. Pra, fleta që kalon në një makinë dhe ajo s'besoj se ka kosto të madhe. Ajo nuk ka kosto dhe në fakt do të na kursente shumë. Megjithatë, minimalisht do kursente dinjitetin edhe të këtyre deputetëve që janë aty me orë të tëra për të ruajtur votën e tyre. Është diçka, unë po flas për dinjitet në këtë rast, nuk po flas për lodhje. Besoj me sinqeritetin me cilin u shpreh, i uroj suksese dhe të ketë rezultate të shkëlqyera kandidati për deputet, por mendoj që lufta brenda llojit, nëse mund ta quajmë luftë, është në fakt një rivalitet i cili ka kuptim deri në momentin e vajtjes pra ditën e votimit, mandej gjithçka unë besoj që nuk duhet ketë paranojë se nëse dikujt i numërohet një vot më shumë apo një vot më pak. Megjithatë nuk di të them. Ne shikojmë nga jashtë procesin, ju mund ta dëshmoni më mirë nëse keni qenë deri para pak minutash në grupet e numërimit. Kam ardhur direkt nga numërimi, kështu që. Pra, ka si thua merak apo ka arsye. Ja pyetesh pse rrini aty Birgit? Pse duhet të rini aty? Po ta them, unë nuk kam asnjë merak për votën. Edhe unë besoj që nuk duhet ketë merak. Të siguroj për këtë. Rri vetëm për mua është garë e parë, është pjesëmarrje e garë dhe ti do të njihesh me rezultatin. Është ai ankthi që ti do të njihesh. Dakor, mirë ti Mirgit se je dhe djali i ri dhe e pranoj. Po Pandeli Majko për informacionet që kam Denis është ky shqetësim. Pandeli Majko çfarë do aty? Shiko. Ishte kryeminist 2 herë dhe është i detyruar të rritë të ruaj votën. Kjo është diçka që jo, nuk ka asnjë lloj meraku për ruajtjen e votës, absolutisht. Pra nuk ka asnjë lloj paranoje, me këdo kam biseduar dhe me kandidatët e tjerë, nuk është çështje në lidhje me sigurinë e votës, nëse do të jetërsohet apo mund të ndodhë për shembull ky skenari, për shembull vetmja paranojë që ndron mbi një skenar hipotetik që në ato flet votimi ku është shënuar vetëm subjekti zgjedhor dhe është bosh në kolon emri kandidatit. Të shënohet një kuq i vogël. Shiko, është një proces i cili është Denisi, është proces i cili filmohet, është i dokumentuar. Që nuk ka rrezik. Mirë, para se t'ja fjalën avokatit, dua të lidhem pak me kolegen Esiona Konomi, e cila ndodhet tek Parku Olimpik, aty ku po numërohen votat e diasporës dhe të shohim se çfarë problematike ose çfarë ecurie kemi. Esiona, pyetje drejt për drejt, ato të famshme tashmë votat të rezervuarit grek po hapen apo akoma s'janë hapur? Jo, Denis, nuk janë hapur edhe gjasmat janë që të hapen diku nga fundjava, pasi për çdo qark ka përfunduar pasi të mbaroj samiti i BE-s. Janë përpunuar vetëm zarfet. Po me gjas po do të jetë ende të panumëruara të tjerat kur të bëhet një protestë dhe një samit në Tiranë, kështu që shpresoj që unë të jem këtu për të parë çfarë ndodh me paranojat e kandidatëve që në fakt ekzistojnë, ndryshe nga ç'mendon një pjesë e panelit tuaj. Sepse kandidatët kanë parë ditën 2021 se si ishte trafikuar vota brenda familjes politike, ndaj ata janë në qendrën e numërimit, por janë edhe këtu në këtë sallë për të parë se si do të shkojë numërimi i votave, pasi në fakt filmohet vetëm numërimi i votës për partinë. Kur bëhet numërimi i votës për kandidat nuk filmohet, e kjo është arsyeja pse kandidatët shohin me shumë kujdes filmimin e votës për partinë politike. Të rikthem te vota e diasporës, aktualisht ka përfunduar numërimi vetëm për qarkun e Kukësit, por qarku i Kukësit kishte vetëm 37 zarfe nga Greqia, shumë pak. Diaspora e Kukësit është tjetër kund, është kryesisht angli, ndërkohë që diaspora e Beratit ka përfunduar, po edhe ajo pa Greqinë, por në Berat ne kemi më shumë se gjysmën nga Greqia. Pra kur themi kemi përfunduar Beratin, kemi përfunduar gjysmën e zarfeve nga Berati. Është duke u punuar për të tjerat dhe shpresohet sipas KQZ-s që me këtë ritëm nesër dhe pas nesër të përfundojë numërimi i të gjitha zarfeve që janë nga diaspora tjetër, ka ngelur 30.000 zarfe që nuk janë nga Greqia për të hapur 53.000 zarfe të fundit që nga Greqia.
që ndodhë të shtumë në tutje, po kjo është pjesë e një debati, apo një marrëveshje nëse do të ketë mes palëve politike për ta kaluar me një marrëveshje paraprake, apo për të ndeshur në tavolinë apo në kolegjin zgjedhor ku kjo çështje ka shkuar nga Partia Demokratike. Do t'rregoj vetë pak atmosferë, Denis, këtu mendimin e kamerës është numërimi i votës Lezhës, dhe aty ka një përqendrim të madh të Partisë Socialiste, e cila shpreson që në këtë qark të rikuperoj mandatin dhe të rikthehet në atë shpresën e saj për të dalë 4-3 dhe jo 3-4 siç është tani, dhe presit hapet kutia tjetër për të numëruar vot më vot rezultatin. Ndërkohë që pak më tutje në fund të sallës janë të përqendruar të Partisë së Lapajt, Shqipëria bëhet, sepse aty mendojnë që prap ende kanë shpresa në qarkun fier që të rikuperojnë një mandat e marrin Partisë Socialiste, duke parë numrin e lartë të votave që ka marrë kjo partije. Ndërkohë që në këndin tjetër është qarku i Tiranës, aty ku është Partia Mundësia më e fokusuar, sepse dueli i saj me Partinë Demokratike për të marrë një mandat në Tiranë që tani e ka zoti Shehaj, por që shpreson ta marrë Partia Demokratike, është e tillë sa që çdo vot duhet të ruajtur dhe mbajtur shënim me kujdes. Pra deri tani këto janë 3 polet kryesore ku po numërohet me shumë vigjilencë deri nga mezi i natës, ku parashikohet të ketë sërish një pushim për të rikthyer sërish nesër. Mirë, faleminderit Esiona. Ishte pra kolege Esiona Konomi nga Parku Olimpik, aty ku po vijon numërimi i votës së diasporës, numërim i cili do të vijoj për disa ditë tashmë, pasi me sa duket ende nuk kemi kaluar tek problematika që krijoi vonesa në numërimin e votave që vinin nga Greqia. Unë kthem me avokat Beqirin, edhe pse mirëkit për ta sqaruar edhe një herë, nuk filmohen apo jo votat e kandidatëve. Ajo shfaqet. Esionës unë i besoj, sepse është nga gazetarët më të mira që Edhe votat për kandidat shfaqen në ekran. shfaqen ato në ekran. Shfaqen absolutisht në ekran edhe votat për kandidat, kështu që është një proces i cili dokumentohet dhe ajo çka duhet që absolutisht që ne edhe situatën po ngarkojmë më tepër në lidhur me faktin që po themi që ka një paranojë apo ka frikra që votat mund t'i dërson, nuk ka asnjë frikë. Unë sot kam qenë në disa episode, në disa qendra ku bëhet numërimi dhe kam ndeshur shumë pak kandidat. Po? Për hir të vërtetës. Pra edhe për ta thënë, kam ndeshur shumë pak kandidat, në mënyrë tepër sporadike, 5 minuta, largohu ik një qendër tjetër dhe ky ka qenë gjatë gjithë kohës itinerari. Pra tash është më tepër ajo ankthi për ditur rezultatin tënd në votet preferenciale. Dhe ndoshta unë jam gjatë gjithë kohës duke parë dhe rezultatet KQZ-n, sepse është ankthi i padurimit për të pritur rezultatin dhe për të njohur me rezultatin, më tepër se sa një frikë që dikush tjetër mund të tjetërsoj votat. Absolutisht që nuk ka asnjë lloj frike dhe asnjë lloj shqetësimi në këtë drejtim. Gjithçka është dokumentuar, gjithçka do dokumentohet, gjithçka është dokumentuar që në fazën e parë në numërimin për subjektet, kështu që besoj që ka qenë një proces tepër transparent, tepër i drejtë. Qoftë në numërimin për subjektet dhe qoftë në numërimin që po bëhet edhe për votën preferenciale dhe nuk duhet të ketë asnjë lloj meraku. Mirë, okay, gjithsesi unë për ta përmendur një kolegen Esiona Konomi, e cila më thotë filmohet vetëm subjekti, pastaj numëruesit numërojnë veç kandidatët e gjithsecilit. Okej, gjithsesi kjo është një temë që besoj Unë kam djeru këtë proces, nuk numërojnë veç, tavolina është e plot, numërojnë për një subjekt, numërojnë për një subjekt tjetër. Ermal, ke ndonjë informacion të kësaj natyre? Për këtë jo. Nuk e ke ndjekur fare, nuk të intereson. Pse, nga që dëmtuar rënd opozita, nuk të intereson që bëhet nga majoranca? Ka diçka në fakt. Ka gjëra më shumë thelbësore se sa brenda opozitës, se sa të diskutojmë vetëm këtë gjë. Majoranca do e zgjidhë këtë pjesë. Nëse ne flasim sot në situatën ku është dhe pse ka marrë këtë fitore Edi Rama, fatkeqësisht duhet drejtuar që pse opozita nuk reflekton, dhe kjo është ajo që më ka shqetësuar në deduksion dhe nuk është se i ka myrë kësaj çështje teknike për të dhënë një opinion tani që ta ndaj në se si ndodh në momenti ky proces. Avokat, përpara se të kalojmë te fjalimi i Ramës, të ka shqetësuar diçka te ky proces? Në fakt është një proces që dallon nga të tjerët. Edhe 2021 nuk ishte keq, por këto zgjedhje, domethënë, të gjitha në përgjithësi kanë qenë të qeta, kanë qenë me të vërtet qytetari treguan shqiptarët në çdo lloj pikpamje, por shikoj edhe një lloj serioziteti edhe tek komisionerët, e sidomos tek numëruesit, të cilët shumë ndryshe nga, domethënë, para, unë kam parasysh
vitin 2009, që me të vërtet atje, kur dilte në monitor, dilte hapur atje, e të regonde monitori, bje fjalla, Partia e Unitetit Kombëtar, edhe i thoshe Partia Socialiste, edhe kalonde, po dalë se të thot Partia e Unitetit Kombëtar, aty Ka ndodhur kjo, avokat? Po jo njerë, disa, sepse dy forcat kryesore, flas pratë po, PD-ja edhe PS-ja, i këshim bere sapjet, që këto partit e vogla, qa janë të grupimit që janë me djathën, me PD-n, atëre e mbyllte synë ky komisioneri PS-s, e thosh bëni qa doni ju me ato tuajat. Edhe jepja një PD-s, po deshët gjitha hiqua në i këtyre të voglave. E njëjta jep bënde edhe PS-ja me ne të voglat që na kishte, më thënë vetë ajo. Janë të Unitetit Kombëtar, apo janë të Parti Social Punëtore, apo qa ishin këto të tjerat, atje le të dilte Partia e Unitetit Kombëtar. Partia Socialiste vinë të bëdesh dengu mi matha ndeja. Kjo nuk ekziston. 2021 dhe këto zgjedhje tregojnë një lloj korrektese. Kurse për këtë nuk kam as një lloj, domethënë dyshimi, pse? Sepse jo janë brenda llojit, por niveli i atyre të listës, do më thënë, të dyja forcave politike, posaçërisht këta të Partisë Socialiste, janë të tilla që nuk ja bën dot, do më thënë, poshtërsin kolegu tënd edhe shoku tënd që ke atje, nuk ja bën dot, dhe të duash. Mirë, do ta jap prap fjalën, por le të ndjekim fillimisht se si shpreu Rama sot në fjalimin e tij të fitores, një fjalim le të them me tone jo të forta në mënyrë që për ta vendosur kundërshtarin apo opozitën me shpatulla pas muri, por më tepër një fjalim europian duke vënë në theks pikërisht faktin se u votua si një referendum për Bashkimin Evropian. Le ta ndjekim sinkronën dhe rikthehemi në studio. Shqiptarët dëgjuan, vlerësuan, gjykuan dhe në 11 maj ata vendosën të na e besojnë ne, Partisë Socialiste, mandatin e 4. Mes dritës së hyjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi hyjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënjes së mbyllur në UNER, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit tonë për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit, Shqipëri. Ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta, dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Do të jetë një mandat politikisht po aq i fortë sa ai i atij viti kthese në historinë politike të Shqipërisë pikërisht në 1992. I ka transformuar zgjedhjet politike në një referendum për bashkimin sa më parë të Shqipërisë me Europën. Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër. Shqipëria e 3 ditëve që vijnë do të jetë në kuptimin e vërtet fjalës qendra e Europës. Rrov! Partia Socialiste e Shqipërisë! Po, para se ta nisim në fakt me avokatin, kam një mesazh për të lexuar, se ndoshta këtu pastaj përfshihet dhe debati. Është Edmond Spao, i cili thekson që jam i shokuar me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Këto zgjedhje ishin të fundit të karrierës sime aktive në parlament. Dëshiroj të falenderoj pafundësisht familjen time për sakrificat e mëdha që ka bërë gjatë 35 viteve për të më krijuar mundësinë të ndiqja pasionin tim. Falenderoj antarët dhe simpatizantët e degës PD Maliq dhe qarkut Korç për mbështetjen e vazhdueshme që më kanë dhënë.
pa ata nuk do të kisha arritur asgjë politik. Dëshiroj të falenderoj me shumë mirënjohje qytetarë që më besuan dhe votuan gjatë 35 viteve dhe t'ju kërkoj ndjes që nuk munda të bëj dhe më shumë për ta. I uroj Partisë Demokratike të gjej forcën për të kaluar gjendjen e rëndë ku ndodhet dhe të arrit të rikthehet në shpresë për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Me shumë mirënjohje të mund spau, ndoshta ky është reagimi më qytetar që ka ardhur deri tani nga Partia Demokratike, nuk ka asnjë fjalë për manipulime apo probleme apo vjedhje dhe grabitje ndryshe nga gjua e Berishës, ndërsa njofton pikërisht edhe largimin nga politika. Kthehemi, ndoshta do një koment për reagimin e Spaus? është reagimi qytetar, me të vërtetë është reagimi qytetar, se ne jemi mësuar në tëra këto zgjedhje sa herë ka humbur. Saliu e gjithmonë mi vodhën, thot. Edhe s'ka pranuar në njerë në një rezultat. Por kjo tani është një skandal më vete, se të kesh këtë rezultat, i cili është vdekje prurës, pra të edhe për vetë opozitën dhe për Partinë Demokratike, se s'bet fjalë për një ndryshim të vogël. Bje fjalla u berë luft e madhe atyre për Bashkinë e Tiranës e 10 vota. Me 10 vota, do më thënë, u fitua vendi kryetarit bashkisë edhe filluam gjetën pasaj ato vjegat ata edhe për të vjedhure, për të bere, për të manipuluar. Por ama nuk gjetë një vjek, se 10 vota, tha diferenca, ka që eshtë. Por me një diferencë ka i të madhe, që aty është, do më thënë, na 53% ose na 83 mandate, në 50 mandate, 33 mandate më shumë, edhe ti të thuash mi vodhën, është një çmenduri që mund ta bëj vetëm një njeri pa përgjegjshëm siç është ai, por ka arsye pse e bën. Gerti, e ke ndjekur procesin e aspektin e mbarvajtjes. Këto zgjedhje në këndvështrimin tuaj, në këndvështrimin e institucionit që ju drejtoni, janë zgjedhje të pranueshme? Numërimi vazhdon. Ne nuk kemi Jo, numërimi nuk ka të bëjë, se numërimi do nxjerrë atë që është hedhur në kuti, nuk është se ata do grabisin vota aty. Nëse ju kujtohet, një javë përpara votimit, thirrjet që bënin drejtuesit e subjekteve zgjedhore, drejtuesit politik, këtu kam parasysh më shumë zotin Berisha, ka qenë e tillë, shkoni, votoni të lirë, vota juaj është e garantuar. Pra kjo ka qenë thirrja që u bë publike disa herë. Dhe unë prirem të besoj që deri në ditën e votimit, ose deri përpara ballafaqimit me rezultatin e votimit, nuk ka patur ndonjë shqetësim të shprehur tek ata që janë gardianët e këtij procesi, sepse sistemi zgjedhor në Republikën e Shqipërisë bazohet mbi parimin që forcat garuese garantojnë integritetin e procesit. Forcat garuese nuk kanë sinjalizuar parregullsi, vjedhje votash, probleme të cilat do të vinin në pikpyetje procesin e votimit, madje bazuar në thirrjet e tyre, dhe unë besoj që ata informacionin e kanë pasur cilësor, të plot, kuantitativ, po doni, pra nga shumë burime, nuk ka patur arsye për ta dyshuar. Edhe sot që ne flasim, ne nuk kemi arsye për ta dyshuar integritetin e procesit zgjedhor, përveç se, dhe unë besoj që kjo duhet jetë një përgjigje që duhet vi brenda kësaj jave, Partia Demokratike, e cila ndodhet pothuajse e shkërmoqur nën peshën e madhe të fitores Partisë Socialiste, do duhet të ekspozoj atë që mund të ketë qenë një proces manipulimi në shkallë industriale, sepse vetëm një proces i tillë në shkallë industriale mund të sjellë rezultate të kësaj natyre. Nëse nuk do arrit dot ta faktoj, brenda kësaj jave, po. Brenda kësaj jave. Pse brenda kësaj jave? Po sepse kjo javë në fakt duhet që paradoksalisht të garantojë besueshmërinë tek procesi zgjedhor, sepse procesi zgjedhor është në fakt zemreku apo esenca e demokracisë, edhe nga ana tjetër do duhet që po brenda kësaj jave, pa krijuar masën kritike, urimet e partnerëve të Shqipërisë, ndoshta mënyra se si opinioni publik apo votuesit do të gjejnë tashmë normalitetin duke u kthyer punëve të tyre. Pra, zgjedhjet kanë një kohë brenda të cilës zhvillohen dhe çdo reagim që lidhet me to duhet gjithashtu të vi brenda kohës zgjedhore. Pas kësaj jave, pra nëse Partia Demokratike, e cila unë besoj ka shumë informacion për të dalë me një mendim të kualifikuar para publikut, nëse ajo mendon që ka manipulim në shkallë industriale, nuk arrin ta faktoj këtë proces, ajo duhet të heshtë. Pra është njësoj si në ato ceremonialet ku... Por nga ato që ju keni deri tani nuk ka element, po... Mbaroj, nëse dikush ka diçka për të thënë, duhet ta thot tani ose më pas duhet heshtë. Për mendimin tim, pra ne nuk kemi element, edhe në termat të krimeve zgjedhore që ne mbikëqyrim në mënyrë sistematike, ato kanë qenë gati më pak, ato kanë qenë
jo se kanë qenë më pak, pra deri para një jave ka pasur 115 krime zgjedhore vetëm në SPAK, ndërkohë që gjithë zgjedhjet e fundit 2021-shit deri në fund të procesit të numërimit votave ku shkuan dhe kallëzimet për komisionerët, ka pasur gjithsej 115 kallëzime në SPAK. Pra ne kemi disa kallëzime më shumë, por ndryshe nga herët e tjera, ne nuk kemi në këto zgjedhje sinjalizime apo arrestime në flagrancë, sikurse patëm në vitin 2021. Kjo të shtyn të mendosh që procesi nuk ka qenë problematik ose shkelet nuk ka qenë serioze. Përveç se nëse këtu do fillojmë të diskutojmë gjithashtu një situatë të mosveprimi në kohë nga organi prokurorisë. Një mendim mund ta japim se Berisha flet për manipulim të 30 mandateve. A është e mundur kjo? Apo do ta marrim si një retorik tashmë të njohur të Berishës që nga viti që nga humbja e pare e vitit 1992, se atëherë ka patur humbin e Ne parë. kemi disa fenomene në këto zgjedhje që i shikojmë dhe i vëzhgojmë për herë të parë. Pra kemi disa dukuri që është mirë t'i flasim. Për shembull, në këto zgjedhje ne kemi për herë të parë një pakicë që shkoi deri në nivelin e 41% të numrit të regjistruar të votuesve, që prodhoi. Cila është kjo pakicë? 41% e votuesve të regjistruar në Republikën e Shqipërisë patën mundësi të votonin, pra ju drejtuan kutive të votimit. Pra, nëse në zgjedhjet e fundit vitit 2021, numri i atyre që morën pjesë në votime, pra turnout që quhet, pra numri i pjesëmarrësve në votime ishte në nivelin 49+%, ne në këto zgjedhje shkuam në nivelin 41% e totalit votuesve të regjistruar. Që do të thotë që në thelb, nëse flasim në mënyrë numerike sa i takon procedurës demokratike, është pakica e votuesve që prodhon kuvendin, pra ku janë ato shumë mandatet e Partisë Socialiste, sigurisht prodhon edhe qeverinë, sepse kjo është një fenomen apo një dukuri e cila por kjo s'ka të bëjë me manipulimin. Kjo nuk ka të bëjë me manipulimin. Jo, kjo është është test demokratik, por nuk ka lidhje, nuk mund ta detyrosh një qytetar të shkojë të votojë. Jam dakord. Unë mendoj që ata votues që nuk kanë dalë në votime janë votues të cilët i skontohen Partisë Demokratike. Sepse përgjithsisht fenomeni apo lidhja shkak-pasojë e vërshimit në votime dhe e rotacionit është një fenomen i provuar. Ne këtë, si thua, e kemi në dorë tashmë për të analizuar, për të qenë skeptik lidhur me pretendimin që ka pas manipulime. E dyta, në rastin e votës së diasporës, duket se gjithashtu e cila për hir të vërtetës, ndryshe nga ajo çfarë ne kishim parashikuar, deri tani ka përcaktuar vetëm mandatin e 9 të Vlorës, asnjë gjë tjetër. Por në rast deri tani kjo është pesha e votës së diasporës. Nuk jam aty, nuk jam tek çfarë. Jo, dakord, pra po ta them si fakt, pastaj analizën bëhet si duash, po fakti është që kjo votë e diasporës nuk është se ngriti kaq shumë, le të themi peshë tek vota e përgjithshme në vend. Për ta vazhduar analizën në përgjigje të pyetjes tuaj lidhur me atë nëse ka vend për të dyshuar një manipulim, pra ka bazë pretendimi i Partisë Demokratike, i cili është pretendim spontan, pra ai dje doli dhe tha që ka manipulim. Pra nuk është se doli fjala vjen një ditë përpara ditës së zgjedhjeve, ju kujtohet fjala vjen zgjedhjet e vitit 96. Zgjedhjet e vitit 96 kanë qenë një skenar manipulimi masiv, por që menjëherë u kuptua që kishte manipulim dhe komisionerëve ju dha urdhër të braktisnin vendet e punës. Pra pozicionet që mbanin. Për të dalë tek arsyetimi që nisa të zhvilloja, nuk kemi shumë regjistrime as në diasporë, madje kemi më pak se sa ata të regjistruar që ushtruan të drejtën e votimit. Unë gjithashtu mendoj që këtu kemi një distancim të publikut në tërësi nga politika, e cila për mendimin tim bazuar në këto numra nuk e gëzon besimin e publikut. Dhe e fundit, për ta përmbyllur, nëse më lejon, mendoj që pse unë ngul këmbë që ose të konfirmohet skema masive e manipulimit, nëse ka të tillë nga humsi në rastin konkret, pra ai takon, ai ka barën për ta provuar, ose ai duhet të hesht, mendoj sepse demokracia do të vjeshe shumë në rrezik për shkak jo vetëm të pjesëmarrjes së ulët të shqiptarëve që shkuan drejt votimeve, por tashmë edhe përmes një anatemimi i cili dihet pak a shumë si referencë vazhdon, protesta. Do unë mendoj që ka ardhur koha që zoti Berisha ta konsiderojë opsionin e largimit brenda kësaj jave. Një sekond, ta mbaroj, meqense jemi këtu. Se do të shkojnë publicitet po. Zoti Berisha, zoti Mediu gjithashtu duhet konsideroj largimin. Ky është aspekt politik. Malër e kam pas publicitetit, por unë të pyeta s'ma dhe përgjigjen e saktë. 30 mandate mund manipulohen apo jo? Kjo është përgjigje shumë të saktë. Pra ose ata faktojnë brenda javës që kemi një manipulim industrial, ose ata largohen. Unë dua nga Gerdi Shella të më thotë sot, a është e mundur të manipulohen 30 mandate apo jo?
Ju po më bëni një pyetje, po unë jam në pozitë i përgjigjem. Jo, sepse e ke ndjekur procesin. Po juve thoni, ose ata do provojnë. Po juve jeni ekspert. Je i pavarur nga ekspert, e thua troç. S'ka mundësi kur të ndodhi. Lutem, unë nuk pyes Se ju një vini deputet. anës. Gerti, Ne jemi ekspert avokat. një deputet PD-s nuk e pyes asnjëherë sepse do më thotë Ne si ekspert, apo si organizat, apo si studi avokatore, ne nuk vendosim komisioner. Po jo vendosim. Jo, opinion profesional. Opinion profesional. Ne e themi në analizën e kemi bërë pse ndodhi kjo situatë, pse që i humbja kaq e rëndë, pse ishte pritshme. Edhe themi troç, s'ka, nuk është e keqja këtu. Dhe s'ka që të provojnë. Humbja ju thoni është e pritshme, po unë them që nuk është e pritshme humbja. Humbja ka që thellë me një, unë mendoj që PSEA madje duhet ishte vetë përmbajtur në këtë fitore. Pse? Sepse për mua është e pazakont dhe në cilën do literaturë që ju do të konsultoni lidhur me këtë argument, në mandatin e tretë nuk fitohen më shumë vota se sa në mandatin e parë. Unë këtë ditë të them, tash le të dalë dikush na sqarojë se si mund fitohen më shumë vota pasi konsumimin në pushtet Po për ne 10 vjet. prandaj themi që duhet bërë reformimi patjetër i opozitës në Shqipëri, sepse një opozitë e vitit 2000 e një opozitë e vitit 2021, ja ta bëjmë debat. Një opozitë e vitit 2021, që mori 600 e ca mijë vota, ishte pa ngarkesa. S'kishte ngarkesën e non gratës Sali Berishës. Nuk ishte ngarkesën e procedimeve penale ndaj tij edhe ndaj disa eksponentëve tjerë të Partisë Demokratike, që janë në SPAK, Flamur Noka e tjerë, janë në hetime për krime të rënda, për korrupsion e tjera. Nuk u bë luftë civile në 2021, siç bëri Partia Demokratike brenda vetes vet, që me qysqira e me varera e vran njëri tjetrin aty. Nuk u bë ajo në 2021 që kush e ka vullin, e ka Luli apo e ka Saliu, edhe u bën lesh e li për punën e vullës saj. Nuk ish pra gjithë sot tëra, ndikojnë, edhe tani ju thatë për numrin e zgjedhësve që ishte ullë 41. Po unë po ju them juve që 41 me të vërtet është shumë, edhe kanë ardhur këta që do votonin alternativën që është sot në pushtet, kurse ata të opozitës, ata një pjesë e mirë e tyre nuk dole fare në zgjedhje, bojkotuan, sepse thanë opozit nuk ka, duhet të reformohemi neve që të dalim zgjedhje, e të japim votën, se nuk japim votën ende Saliut edhe të vazhdojmë në pasit të rjedhuri. Tek numri i ullët i pjesëmarrjes votime, unë e thash pak më sipër, duhet kërkuar shkaku pse vota nuk shkoi tek opozita. Gjithashtu një shkak tjetër, për t'i dhënë ndoshta një gjysmë përgjigje pyetjes së të drejtë për drejtë, është fakti që sikur ndonjëherë, pra është një dukuri e pavëzhguar që në opozitë, në zgjedhje hyn 3 koalicione zgjedhore. Pra në opozitë, në spektrin opozitar ka pasur 3 koalicione zgjedhore, kur dihet që se 3 ka pasur. Berisha, Lapaj, Shabani dhe Shehaj, koalicioni Djathtas për zhvillim. Të treja këto ombrella i morën vota njëri tjetrit, të treja këto ombrella minimizuan shanset e opozitës për të aktivizuar mekanizmin e rotacionit, dhe unë mendoj që mjafton të kishin parë historinë kur fjala vjen në vitin 2009 në Mosgaboj, pati një në opozit në atë kohë LSI-a me një koalicion më vete, PSEA me një koalicion më vete, nuk arritën do të fitoni në opozit me 2 koalicione. Ndërkohë që ne kishim 3 koalicione. Pra, unë po jep një përgjigje indirekte, edhe pse do të dohet... Që nuk manipulohen do 30 mandate. Kështu e lexova përgjigjen. Shkaqet për të vlerësuar humbjen e thellë të opozitës janë të gjitha prezent. Megjithatë, unë ngre pikpyetjen, nëse opozita nuk ka mundur do të garantoj, po themi një shifër dinjitoze, pra një numër dinjitos që mund të ishte mbi 60 deputet në kuvend. Si duhet ta kuptojmë fenomenin dhe dukurin e re që një parti politike 12 vite në pushtet, apo në të gjitha pushtet, e kam analizë patjetër. Dhe merr më shumë vota. Pas publicitetit rikthehemi, do ta diskutojmë dhe këtë temë, pas pak. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Socialistët përshkojnë dal nga dal rreth kuotës së 800.000 votave, përfshirë këtu dhe votën e diasporës, ndërkohë demokratët janë pak më poshtë tek 513.000 vota që besoj edhe ata do të rriten, dhe kjo është pak a shumë tabela e minutës fundit. Ka mbetur 10 kuti në nivel kombëtar, ndërsa për sa i përket votës së diasporës ajo është diçka më e vështirë për ta thënë se si do të jetë përqindja. Ndërkohë unë i referohem edhe një herë
mandateve për Tiranën, pasi folëm për Partinë Socialiste, gara është e edhshme, por për Partinë Demokratike, gara është vetëm për një vënd, dhe tani 13 mandatet e Tiranës kanë këtë rivalitet. Jorita Tabaku 9.436 vota, Ilir Ali Mehmeti 8.926 vota, vazhdon pra gara mes dy figurave të njohura të Partisë Demokratike për Tiranën, dy Tiranës, le të themi, që pretendojnë një vënd për shkak pra gjithnjë të rezultatet të dobët të Partisë Demokratike, edhe pse mandati 14 është në lojë me mandatin e dytë të Partisë Mundësia. Ndërkohë, siç e thash, edhe në Durrës ka një, le të themi, garë të edhshme të Partisë Demokratike, edhe këtu për vetëm një vënd në listën e hapur, dhe kjo është gara pikërisht me Sarian Ndojës, 7.257 vota, dhe Aulon Kalas 6.692 vota. Ndërkohë që socialistët, siç thash, i kanë gjërat më pak të komplikuara në këtë drejtim. Kjo është pak a shumë gjëja ose e dhëna e fundit, ndërsa mbeten sipas le të themi të gjitha kalkulimeve 3 qarqe të cilat mund të kenë një efekt të votës së diasporës. Për momentin Lezhë, ku siç shikoni vota e Partisë Socialiste është 31.340 vota, ndërkohë 32.448 vota është vota e Partisë Demokratike. Dhe mjafton që Partia Socialiste të rritet gati 1.100 vota nga vota e diasporës dhe merret dhe mandatin e 7 në Lezhë, por kjo mbetet për të parë, pra diferenca është, më falni, të 7-in, pra mandati i 7 i fundit. Diferenca, si shikoni, është gati 1.108 vota. 1.108 vota është ullur pra diferenca mes PS-s dhe PD-s, pikërisht si pasojë e votës së diasporës. Shohim se çfarë do ndodh deri në fund. Mirgit, kthehemi pak tek ajo që ngriti me të drejtë pikërisht Gerti, dhe nuk e ka vetëm Gerti, kanë shumë analistë, njerëz opinionbërës që thonë si ishte mundur që në mandatin e 4 rritet me 4% partia në pushtet pasi ka konsumuar 12 vite pushtet. Është merita juaj apo është dobësia e kundërshtarit? Kjo është një pyetje, se në asnjë vend të botës nuk ndodh kjo. Edhe Merkeli në mandatin e 4, të kujtoj, se Rama e merr si pikë referimi, gati u përgjysmua në vota. Jo u rrit, po u përgjysmua. Po. Ne dim se në Shqipëri po përshpejtohen edhe proceset e zhvillimit. Pra sot ke një infrastrukturë më të mirë, ke shkolla me kushte akoma më të mira, ke qendra shëndetësore dhe spitale të cilët janë përmirësuar, mundësitë për punësim, investimet në biznes, çështjet e turizmit. Pra janë një sër përmirësimesh të cilat kanë ndodhur, pra pse duhet ta shikojmë vetëm në aspektin që çfarë po ndodh, mos është dobësuar vetëm Partia Demokratike. Njerëzit aty janë. Pra Partia Socialiste qëndron akoma në nivelin 800.000 votave, të cilat afërsisht kanë qenë në vitin 2021. Pra është një lloj vlerësimi për performancën se si e ka qeverisur Partia Socialiste gjatë këtyre viteve. Dhe në fund ditës këshumatët me votimet. Nëse njerëzit janë të kënaqur me mënyrën se si është menaxhuar shteti, me mënyrën se si kanë ndodhur gjithë reformat, patjetër që të japin besim. Nëse ti nuk ke performuar në lartësinë e duhur dhe në pritshmërinë e qytetarëve, njerëzit të ndëshkojnë po prapë me votën. Pra, mua nuk më takojnë fare të komentoj çështjet e opozitës, mua më takon që të them për ato mendime që unë kam në lidhje me se ndodh ky vot besim për Partinë Socialiste, e cila lidhet me punën dhe me performancën që ka patur qeveria. Dhe nuk duhet jetë habi as pak për nivelin e mandateve, pra për numrin e mandateve që Partia Socialiste ka marrë. Kështu që unë pak a shumë kam patur një perceptim, të jemi sinqert, dhe kam patur këtë perceptim nga terreni. E kishit që mund merrni 80 mandate e lartë? Unë jam shprehur publikisht që ju dinit forcë fituese nuk ishte shumë pikpyetje, por në këtë nivele jo. Gjithë diskutonin në lidhje me mandatet 73, 74, 75. Në një emision me një kolegun tuaj jam shprehur që unë jam i mendimit që është mes 82 dhe 84. Dhe gjithë këtë perceptim, pra apo këtë parashikim që unë bëra mbi bazën e asaj që ka ndeshja në terren, nga bisedat që kam kaluar me njerëzit, nga mënyra se si shpreheshin për vlerësimet e qeverisë, nga takimet që mund të kemë bërë me eksponentë ndryshëm pra të shoqërisë, në profile të ndryshme, në profesionistë ndryshëm. Pra, ka qenë pak a shumë, se edhe fushata ime nuk ka qenë qëndërzuar vetëm në një drejtim, por ka qenë pak e shpërndarë dhe të grupe profesionistësh, tek profilet ndryshme qytetarëve, tek shtresat ndryshme të shoqërisë. Dhe gjithë ishin pak a shumë me të njëjtin feedback dhe të jepnin të njëjtin
lloj vlerësimi dhe pëlqyeshmërie për performancën që kishte patur qeveria. Pra ata e ndeshin në sektor të ndryshëm, mënyrën se si performon, por realisht dhe jam shprehur mes 82 dhe 84 dhe ka qenë e përqendruar kryesisht tek ajo në terren. Duhet të kuptojmë edhe diçka që Partia Socialiste ka struktura të mirë organizuara dhe të cilat menaxhojnë mirë punën. Megjithatë tek parashikimi sa del në fund tani, shkon 84 apo mbetet 83? Unë besoj që qëndron tek 83. 83, okay. Mendoj. Ermal, kush fitoi, Rama apo humbi thellë Berisha? Tani, kur dëgjoj gjithë këtë Vetëm të mbres pak me që kam kolegen Daniela Malogo e cila ndodhet tek selia e PD-s dhe duhet të lidhe me të, ndoshta për shkak edhe ndonjë informacioni. Daniela, mi mbrëma, prej minutash tashmë ka nisur mbledhja e Berishës me të tijët, ndërkohë mund ta komentojmë edhe pak atë që unë e cilësova si një reagim shumë qytetar të zotit Spaho, i cili është i pari nga demokratët që pranon humbjen me dinjitet, le ta themi, pastaj është tjetër gjë gjithsecili e interpreton si të doj. Ndërkohë, ka reagime të ngjashme të tjera apo jo? Atëherë Denis, mbledhja sapo ka përfunduar, vetëm pak sekonda më parë, drejtuesit politik kanë dalë nga selia blu, pjesa më e madhe e tyre tashmë janë larguar dhe pritet të largohet edhe kreu i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, i cili përgjatë ditës së sotme ka qëndruar thuajse gjatë gjithë ditës në seli, ndërsa siç burime më kanë konfirmuar nga mbledhja është porositur se cili prej drejtuesve të qarshjeve që të evidentoj shkeljet, një raport që Partia Demokratike e bën në çdo palë zgjedhje dhe në fund është bërë edhe është në një farforme edhe një porosi për protestën e datës 16 maj, kryesisht që lidhet me pjesëmarrjen, po themi, të tyre në këtë protest, por fokusi i porosisë Kryedemokratit ka qenë pikërisht ajo që Partia Demokratike synon në këto momente të bëjë, evidentimi i shkeljeve gjatë procesit zgjedhor për të kundërshtuar rezultatin e 11 majit. Në nisje të kësaj mbledhje, që po themi nisje rreth orës 8:30 minuta, gazetarët kanë pyetur thuajse të gjithë drejtuesit politik, por askush prej tyre nuk ka artikuluar marrjen e përgjegjësisë për rezultatin që ka marrë Partia Demokratike në këto zgjedhje. Gazbend Bardhi zgjodhi që të flasë, po themi t'jap vetëm një mesazh zemre, siç e quan ai, për ato demokrat të cilët e kanë mbështetur dhe e kanë votuar, por për base marrjen e përgjegjësisë apo për arsyet pse quan në rezultatin e Partisë Demokratike në atë nivel, po themi që nuk ishte parashikuar apo të paktën nuk ishte në objektivat e demokratëve, ka deklaruar se do të flasë në një moment tjetër. Ndërkohë fajin tek Edi Rama e kanë vënë një sër prej drejtuesve politik, që nga Xhelal Mziu, te Flamur Noka, apo Edi Paloka, të cilët kanë vijuar me gjuhën e kreut Partisë Demokratike zotit Sali Berisha, duke e vënë theksin e përgjegjësisë drejt për drejt tek Edi Rama dhe sipas tyre makinerisë shtetërore, përfshirë edhe banda që Rama ka ngritur për të marrë zgjedhjet, po themi apo për të vjedhur zgjedhjet. Ishte pretendimi i drejtuesve politik për një kthes, po themi edhe nga vetja, për të parë edhe nga vetja dhe për të bërë një analizë, ka folur vetëm Klevis Balliu, nëse mund ta marrim si një mesazh edhe ndaj të tyve, dhe Ivi Kaso, drejtuesi politik i Korçës, i cili deklaroi se do të pres deri në fund procesin e numërimit, pra derisa të përfundojë, dhe patjetër do të bëhet, deklaroi ai, edhe një lloj analize se cilat janë arsyet që çuan pikërisht në këtë rezultat për Partinë Demokratike, në një rezultat që unë e theksoj, nuk ishte, ndonë se kishte skeptike dhe brenda Partisë Demokratike se zgjedhjet mund të mos fitoheshin, askush nuk parashikon të këtë rezultat negativ brenda saj. Një koment në fakt e pati edhe kreu i Bashkisë së Kavajës, i cili po ashtu ka qenë drejtues politik për Bashkinë e Kavajës, i cili gjithsesi rezultoi fitues edhe në këto zgjedhje, pra arriti që të mbante basionin e të djathtëve, duke deklaruar se është pyetur edhe nga gazetarët në formë batute nëse do t'ja tregoj sekretin se si fitohen zgjedhjet të Partisë Demokratike. Megjithatë, të tjera reagime priten edhe në ditët në vijim. Për të ndalur tek zoti Spau, zoti Spau nuk është drejtues politike, për këtë arsye, po themi,
E ka më të lehtë. Mesazhi i tij gjithsesi mbetet në rolin e një ish deputeti. Dhe e ka më të lehtë mbase po themi të ketë një lloj reagimi që kthen styret edhe nga Partia Demokratike. Nuk do t'jetë më deputet, kështu që është i kuptueshëm edhe reagimi i zotit Spau, edhe pse ky i fundit edhe në zgjedhjet 2021 ka qenë drejtues politik dhe po prap nuk pati rezultatin dhe nuk pati, po themi, nuk mori objektivin që Partia Demokratike synonte të kishte, duke kujtuar edhe, po themi, analizën e 2021, në fakt, zoti Spau ishte ndër figura që po themi, u konceptua brenda Partisë Demokratike si një nga figura që nuk kishte arritur objektivin që synonte të kishte. Megjithatë, për të kthyer tek realiteti politik i 2025-s në kushtet kur Partia Demokratike ka vendosur që të mbledh të gjitha shkeljet që ajo pretendon që çuan në rezultatin e kësaj të diele. Kjo e fundit ka deklaruar se nuk do t'i njohë zgjedhjet përmes kryetarit të saj që ka mbajtur edhe reagimin zyrtar të partisë dhe se më 16 maj do të ketë edhe protestën e parë. Po? Mirë, Daniela nuk do ketë besoj një deklarat sot të Berishës, pas daljes. Jo. Okej. Mirë, të falenderoj për gjithë informacione për cilë, kthehemi me Ermalin, atëherë Ermal, analiza se çfarë ndodhi, fitoi me merit Rama apo humbi me merit, kishe pyetje apo? Jo, u tha gazetarja Maloku. Nuk reflektoj në asnjë moment se çfarë ndodh në atë parti. Pra ti shikon që secili prej drejtuesve politik të qarqeve nuk ka guximin dhe nuk ka etikën minimale politike që t'i kërkojë Sali Berishës sot dorëheqjen. Sepse zoti Berisha nuk ka humbur me vota minimale dhe të ketë mundësi për manipulim votash, por ajo listë që ne shikojmë edhe në qarkun e Tiranës, që ti ke Ilir Metën aty që ka marrë gati 3.000 vota dhe ka 2 kandidat të sigurt në listën e Partisë Demokratike, ke Shpëtimi Drizin me 1.000 vota. Ta shoj, me që publiku ka interes për të kuptuar... Do me thënë, të kishe listën më të dobët në listën sigur dhe listën më cilësore ta lësh në garë, nuk e diun se si pretendon që të kesh... Okej, atëherë, me që flasi për aleatët po thua, Ilir Meta 3.631 vota. 3.631 vota ka 2 kandidatë të sigurt. Të sigurt në listën e janë kandidatët... Ku është Shpëtimi Drizi? Shpëtimi Drizi duhet jetë më poshtë, kam përshtypjen? Ja, me 1.000 vota ka një kandidat. Një kandidat, okej. Çfarë do thot kjo? Kjo do të thot që lista e Partisë Demokratike, kur u bë për qoka dhe njerëz që donë Sali Berisha t'i kishte në atë listë për betejat e veta politike. Dhe nuk kërkonte alternativa apo fytyra qytetare cilët nuk i përgjigjeshin retorikës së tij të ashpër. Po. Dhe kjo është një prej arsyeve sepse opozita tash më vim pas, po të them, 12 vitesh dhe i bie edhe 4 vite tjera 16, dhe përsëri këta humbin dhe e mbajnë veten përfitues. Pra, ti të humbasësh dhe ty të vendosja i drejtues qarku, të vendosi deputet të sigurt. Dhe ata nuk i ndihen borxhli asnjë qytetari dhe asnjë demokrati, por i ndihen borxhli Sali Berishës. Dhe prandaj sot Edi Rama fiton në këtë shifër të frikshëm. Nuk është kjo, jo se shqiptarët nuk e din, apo nuk e kanë kuptuar, sepse edhe 2021, sepse institucioni Spakut ka arrestuar 64 zyrtarë të Edi Ramës dhe Sali Berisha përdor dhe një retorik të ashpër së bashku me të besuarit e tij kundër Spakut. Mirë, këtu kam një ndërhyrje. Po. Se 2 politikanë që kanë qenë ndër më mbështetës ndaj Spakut, Basha dhe Ali Beaj, nuk kanë marrë vota. Po Spaku nuk është... Jo, se me qëse Spakun e more si kartë triumfuese për të qenë... Sepse duhet të ndajmë diçka. Spaku është një institucion i drejtësisë, nuk lidhet Spaku me politik bërjen. Janë 2 drejtëza paralele që pusiten vetëm për skelet forte tek qytetarët. Në qoftë se ti përdor një gjuhë të ashpër dhe një retorik të ashpër politike dhe thua unë do e shkrik të institucion, atëre kjo të dëmton. Pastaj se si 2 aktorët politik, zoti Basha dhe zoti Enkeleda Alibej, nuk arritën dot me narrativën e tyre të maksimizoni votën, kjo është një analizë tjetër që duhet të bëjmë. Vetëm lidhjen e bëra me Spakun, se të 2 kanë qenë shumë... Ka një panoramë më të plotë, sepse kur ne analizojmë në plan makro,
ne nuk mund ta heqim veç mas vetëm një analizë. Pra duhet ta bëjmë në plan makro dhe gjithë kjo retorik politike, gjithë ta emra cilët nuk ka më çfarë i japin, gjithë to fytyrat konsumuara, sillnin që Edi Rama të marrë atë rezultat. Dhe ky është dhe një mesazh për demokratët apo edhe për ata që kanë një jetë eksperiencë politike dhe janë po them më të vjetër në politikë, që duhet kuptojnë edhe tek partitë e vogla, që duhet kuptojnë të lejnë egot personale dhe të gjejnë një tryez të përbashkët ku të krijojnë një pol të tretë për ta çarë këtë sistem, sepse dhe këto partitë reja që kanë marrë këtë rezultat, ne duhet jemi koshient që janë shumë pak mandate të cilat mund të bëjnë për të imponuar, jo vetëm për të imponuar, po e kemi parë se si kur ti e zën ndryshe në parlament të mbytet zëri i reagimit. Patjetër. Avokat, tani je një nga ata të pakt në këtë studi, të paktën po edhe jashtë kësaj studi që e njeh shumë mirë edhe Ramën edhe Berishën. Çfarë ndodhi në këtë duel të dyve? Fitoi Rama se është më i zoti apo le të themi goditja ndaj Berishës e qytetarëve ishte kaq e madhe sa kjo e bëri Ramën që të merrte kaq shumë mandate që edhe ai vendoshta si ka menduar? Jo, problemi është që e para njerë ose pyeti që bëri me drejtë Gerti, si ka mundësi që një parti qeverisëse 12 vjetë dhe shtohet akoma? Po. Tani problemi është që kjo ishe një fitore e pritshme. Edhe vetë opozita, flas gjithmonë për opozitën intelektuale dhe konstruktive, nuk flas për ata të smurët e Saliut. Ata, domethënë, thoshin që nuk kemi shanse për të fituar, por mos kemi humbje të rëndë, domethënë, që të jemi në gradën e fundit dhe që pastaj të diskutohet do ekzistojë as do ekzistojë si Partia Demokratike. Pra, ata ishte pritshme një gjë e tillë. Tani problemi është që sa herë janë bërë zgjedhje në Shqipëri, makineria elektorale e Partisë Socialiste është e tillë që të gjitha llojet e zgjedhjeve në çdo lloj situate fitoi. Ka fituar Partia Demokratike në vitin 92, ka fituar se deshi Partia Socialiste. Dhe unë atëre, po deshi t'ja jepte Partisë Demokratike. Marsin e famshëm, 22 marsin? Po, deshi, dhe ne jemi orientuar. Unë isha i Partisë Unitetit Kombëtar. Në zgjedhjet e pushtetit vendor, 26 korrik, unë mora 5 kryetar komune i mora unë, kisha gjithë ato vota. Dhe ne orientimin na u dha. Lëshoni edhe ju vetë votoni për Partinë Demokratike, sepse duhet ta bëjmë ndryshimin. Rotacionin. Duhet ta bëjmë patjetër rotacionin, duhet të ndalim në fundit edhe djegjet e shkatërimet e tjera, se këta janë vandal, shiko ç'po bëjnë, e shuan Shqipërinë këta, prandaj t'ua japim, ta provojnë e tjera, edhe dyta, edhe bota nuk na përkran, nuk do na ndihmojmë në asnjë drejtim. Kjo ishte orientimi i Ramizalis? Jo, s'kej vetë edhe parti, po nuk isha Ramizalia kryetari i Partisë Socialiste, isha Fatos Nanua. Okej, gjithsesi ai garoi, po humbi. Urdhro? Humbi në 91 mos gaboj. Po, e drejtë është, humbi, po ai në një farë mënyrë kishte peshë tek Partia Socialiste ende apo jo? Po, kishte, po jo, kishte peshë të dyja partitë, më shumë kishte peshë të Partia Demokratike Ramizi, e Saliu. Ecim tek tani, jo, për të vërtetës nuk ashtu. Dhe na u dha, domethënë, një orientim i tillë. Edhe atëre pra ai nuk fitoi. Po. Kurse në vitin 2005 ne kemi parasysh thon erdhim pushtet. Po nuk erdhim pushtet, mo erdhim pushtet se u dha, domethënë, komanda dhe komanda që ndërkombëtare më shumë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e donin me Fatos Nano. Dhe shqip dhe prer sajuan edhe konfliktin me tashtu quajtur në LSI, doli LSI-a si forcë më vete që andej mori goxha vota që çoi balancën edhe çoi Saliu që të fitonte. Në 2009 nuk fitoi Saliu, i volli 2009. Dhe unë jam vetëm dhe isha kandidat për deputet edhe ishim koalicion atëre neve, Petro Koqi, Ilir Meta, ne të Unitetit Kombëtar, unë ishe kandidat në Gjirokastër. Në avodhi. Dhe koalicionet PS-LSI goditën njëri tjetri. Po pikërisht. Edhe, nuk ka fituar asnjëherë. Pse? Se ka një makineri edhe një organizim Partia Socialiste të përsosur. Sa herë bëjnë zgjedhje fitoi. Atëherë Koqi bëjmë zgjedhje për tua. E para. Kjo.
Pra po thua edhe po iku Berisha nga PD-ja s'ka për të fituar. Jo, nuk është vetëm kjo. Po këtë po më thua pra, është PS-ja ka që forca, po kushdo që tjetë... Po është e fort. Që do thot kusht... Është e fort, edhe dyta mos harroni deri në masën që edhe vetëm është e fort, por aman edhe për hir të realitetit tash duhet parë e vërteta në sy. Jemi, domethënë, shoqëria shqiptare masivisht është e majtë. Prandaj, sa do që të themi neve, nuk arrin dot, domethënë ti. Po pse është e majtë? Denis nuk qëndron Jo, ta vazhdoj deri. Po, vazhdoj dhe pastaj... Ta vazhdoj pastaj... Replika, po. Pra, kjo është e para, për mua. E dyta, problemi është në këto zgjedhje, Partia Socialiste, me të vërtet, domethënë, pushtetit të konsumon goxha, por konsumimi që të bë pushteti, me punët që kanë bërë ata, thuaj se u barazua. Në që aspekt? Në aspektin që shiko infrastrukturën e vendit. Thuaj që atë duashti atyre të lumit Vlorës. Por aji, kur i bëri rrugën na Vlora që del tani në Qeparo, gjithë ato fshata që fillon të popullojnë e të bënë, ata janë mirënjohës. Apo gjithë veprat e tjera që janë ndërtuar, infrastruktura këtij vendi, ndikon pozitivisht. Ndikon pozitivisht fakti që gjithë Shqipëria, domethënë qytetet e Shqipërisë janë një lloj sigurie në Europë. Ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. E treta, ndikoi shumë në këtë drejtim autoriteti që u rrit Shqipërisë, sidomos janë marrëdhënie ndërkombëtare, por edhe në fushën e diplomacisë. Kemi kryeministër thanë që i del zot vendit edhe që është i barabartë me zbarabartëve, kur e shikonte tek Këshilli i Sigurimit, kur e shikonte tek në kryet OSBE-s e tjera me radhë, kur shikonte si fliste Greqisë atje unë mes Athinës, që s'kish bërë vaki kur, Servila, këta presidentët tanë e tjera nuk përmendën njerë për problemin e ligjit luftës që t'hiqet dhe të bëhet e tjera. Të tëra këto, ndikojnë po thonë. Të tëra këto, jo vetëm ndikuan, po bën që konsumimi na 12 vjet. Okej, të mos lihet ai shumë. Me këto punë bëri që mund vinin 74 vota. Po tani kush që ajo që e çoi të 83 vota? Atëre këtu është e pleksur. Nuk është vetëm merita e socialistëve. Po është merita Thonjza dhe Sali Berishës. Dhe njerëzit donin me çdo kusht ta qironin atë. Pra po më thua, analiza është kjo. Kushdo që të ishte në Partinë Demokratike nuk do të fitonte dot ndaj Ramës, por Berisha e rriti fitoren. E thelloi. Edhe unë u them juve, në rast janë 83, edhe mund të vende 85. Pavarësisht çfarë thotë 83, ai se një mund të vazhdojë në fier prap, edhe këtu në Tiranë mund të vjej edhe ai i Lezhës. Janë edhe 3 që nuk i dihet. Kur të numërohet diaspora. Jo po. Interesant, të mos e diaspora greke, po. Dhe, pra, kjo e Berishës, kjo beri që këta, do më thënë, në 74, dhe këtej mrapa të thonë, edhe të lutën që mos japi dorëheqje Berisha. Po mos japi dorëheqje Berisha, këta edhe në ato edhe 2020. Gerdi, tani këtu, sipas jush, se me që e hape këtë debat, çfarë ndodhi realisht? Fitoi PS-ja për shkak të meritës saj qeverisëse, duke e bashkangjitur dhe faktin që është përballë Berisha, çfarë ka ndodhur realisht? Kuptoj. Ato që ju e quajtë fenomen pazakont, dhe realisht është i pazakont. Ai është fenomeni pazakont, është pikërisht sepse është i pazakont që ne na shtyn të hedhim dyshime se po të ishte i zakont, patjetër që do ishte pranuar, por nga ana tjetër, gjithashtu është i pazakont dhe fenomeni në opozit. Pra, opozita shqiptare ka lindur dhe me sa duket po shkon drejt perëndimit të saj me një figurë, pra me Sali Berishën, por po të doni me një figurë... Ju përmendën dhe Fatmir Medium, pse e përni përgjegjës të Medium? Tekës të ndjerin Sabri Godo dhe Partia Republikane, që ka qenë, si thua, forca e dytë më e madhe e djathtë në Shqipëri. Gjithashtu, unë shikoj që LSI-a pa pritur këto zgjedhje e mbylli, si thua, kapitullet e vetë, hapi një kapitull të ri, por që me sa duket e mbylli pa e hapur mirë, sepse nga të dhënat që ju demonstruat... Votat e metës janë pak lënë shumë për dëshiror. Nuk e di se sa mund të shkojnë, po 3600 votat e metës sot janë, le themi, lajmi më i keq për të vetë, ndoshta pika më e ulët e karrierës së tij politike. Eksakt. Teksa ne mund t'i kthehemi ta gjykojmë fituesin, edhe pse si rregull gjykuesit nuk fitohen, fituesit nuk gjykohen, unë do të ndalesha pak në fakt tek mënyra se si, po themi, po përkthehet ose tek pesha shtypse e fitores së madhe të Partisë Demokratike mbi opozitën. Unë mendoj që në pamundësi për të marrë votat e duhura, zoti Metaj, pra Ilir Metaj, mendoj që ndodhet de facto
përjashtuar nga leadershipi i njerëz prej partive që i ka dhënë tonusin opozitës. Qoftë kjo LSI-ja, më pas ajo bë president, por në kthimin e tij ajo mori emrin Partia e Lirisë. Shpëtimi Drizi, unë mendoj që gjithashtu ka mbyllur karrierën e vet politike me një numër votash që nuk e kualifikojnë as pra, si të thuash, ndër më të dobtit e mundshëm të listës së opozitës. Po ashtu Zoti Berisha me këtë fitore me këtë humbje degraduese, unë mendoj që më herët se sa vonë do duhet që besoj unë në blok tani më duhet të maturohet vendimarrja që në nivel leadershipi partitë e opozitës duhet të gjejnë forcën për të dalë nga guaska e leadershipit aktual, dhe këtu kam parasysh Zotin Berisha, Zotin Mediu, Zoti Meta më vjen keq ta them, por me pamundësinë për të dalë ai vetë, ndërkohë që ishte zgjedhja e tij politike. Ju kujtohet, ai mund të ishte pra oferta, ishte që të ishte në listën e mbyllur Partisë Demokratike. Pra ishte deputeti, po patjetër deputeti i sigurt, teksa ai vuan masën e sigurimit në Burg, aktualisht që flasim, dhe ai mori një vendim të natyrës politike, pra me një përvojë të jashtëzakonshme, Zoti Meta, se ka qenë presidenti i vendit, kryetari i kuvendit, lider i fuqishëm i partisë së tretë më të madhe në Shqipëri, mori një vendim politik, i cili u verifikua i gabuar. Pra, të gjithë liderat në opozit kanë marrë vendime të gabuara. Dhe për këtë arsye, duhet largohen të tre? Unë mendoj që në mënyrë të veçantë, pesha më e madhe i takon Zotit Berisha për ta mbajtur. Sigurisht, ai le të marrë kohën e vet për të bërë analizën e duhur, dhe unë do të shpresoja që ai të kishte energjitë e duhura dhe informacionet e duhura për të faktuar mega manipulimin, që ai e quan, por në rast se nuk arrin ta faktojë mega manipulimin, ai nuk duhet të bëj faktin e kryer me ofertën tashmë demodet të protestave për vjedhjen e votës. E them këtë sepse me sa duket, edhe nga analiza që ne po konsumojmë këtu në studio, fajtori kryesor identifikohet ai i pari. Por unë do të thosha që pse Zoti Mediu ndoshta mund të ishte, dhe mendoj që duhet largohet me patjetër nga Partia Republikane, jo se kësaj të fundit i është marrë fryma dhe s'ka mundur dot e vetme të debutojë dhe të ketë sukses ndonjëherë me Zotin Mediu, por ai ishte në një farë kuptimi dhe lidhja që u bë me strategun e fushatës Zotit Trump. Ju shikoni të gabuar këtë lloj strategjie? Unë të gabuar, po ne... Pra për ju, lasivita i bëri më shumë dëm Berishës se sa... Lasivita, pra nuk u bë Shqipëria madhështore, u bë PS-ja madhështore. Pra nuk mund të ketë, si thua, pohim më kundër intuitiv se sa kjo. PS-ja madhështore e Burg. Pra, në vend që të bëhesh Shqipëria, pra nuk kupto PD-ja madhështore, u bë PS-ja madhështore, dhe unë besoj si avokati që ajo do të shkojë 84 vota. Dhe këtu fillon diskutimi për mua, sepse një forcë politike me 84 vota, që do të thotë që ka numrin e duhur të votave në kuvend për të kaluar ligje me shumicë cilësuar. Ligjet me shumicë cilësuar normohen nga neni 81 kushtetutës, quhet rezerva e cilësuar e kuvendit. Ajo mund të bëjë çdo dojë me sistemin politik. Presidenti si çdo. Megjithëse presidenti zgjedhet tani me shumë thjesht. Nga ky moment e tutje, diskutimi mbi kodin zgjedhor bëhet i pakuptim, diskutimi mbi kodin penal, kodin procedurave, kodin administrativ, Mund bëj një ndarje të re territoriale, Rama po doj. Harta territoriale me më pak bashki. Mund të kaloj çdo ligj të veçantë apo mund të hap çdo lloj gjykate të veçantë. Me sa kam dëgjuar, ka një variant socialiste për ta çuar diku te 40, më pak akoma, 40-30 ndarjen territoriale. Gjithçka, pra, sot Shqipëria me mënyrën se si e ka shprehur vullnetin, ja ka dorëzuar të gjithë pushtetin, pra sovrani, nuk po them sovjetëve, po ja ka dorëzuar socialistëve, dhe socialistët me këtë fitore. Ja ka dorëzuar Ramës, po thuaj. Socialistët nuk e di se sa do jenë ata që do vendosin. Unë besoj që... Po unë them që ja ka dorëzuar Ramës. Dakor. Ishte ai njeriu që bëri fushatën. Me Edin e kishte ai atë. Edhe slogani ishte me Edin dhe le të themi që Edi Rama dhe Partia Socialiste janë tautologji, në kuptimin që kur themi Leninin nuk kuptojmë partia, se po ngelem ke sovjetët avokat më fakt, dhe kur themi partia nuk kuptojmë Leninin, po janë tautologji, janë tautologji një radis. Për ta përmbyllur. Shkurt Gerdi se lajmi më i mirë ose mesazhi më i mirë që mund të lexonit në këtë javë, nuk është aq shumë ai zotit Spaho, i cili në fakt më duket sikur po është qytetar, më thuaj një që ka pranuar humbjen në këtë vend. Një mesazh që do të vi
nga Fatmir Mediu, i cili kërkon falje, e para sepse republikanët në drejtimin e tij nuk mundën dot në këto 12 vite apo ndoshta edhe më herët të tregojnë veten që janë një parti me një identitet dhe që din të rriten apo të forcohen, qoftë kjo dhe në opozit, dhe e dyta sepse fal ndërveprimit të tij, në vend që të bëj PD-ja madhështore, u bë PS-ja madhështore. Pra ky ka pak më shumë faj se dua të them diçka. E para ka të bëjë me faktin që arsyeja sepse Partia Demokratike ndër të tjera dhe pse nuk besohet dhe Partia Socialiste e arrin gjithmonë që të fitojë, ka të bëjë me faktin se si qytetarët reflektojnë mbi mënyrën se si reflekton Partia Demokratike pas çdo. Unë jam i gatshëm të debatoj këto pozicione, po duhet të dëgjoj me respekt dhe do të jap një argument. Vetëm dua ta mendoj pak, sepse do ta pres vetëm pak. I cili, shiko, pas çdo disfate, secili prej nesh është i projektuar që të rimishëroj veten dhe të rienergjizoj veten e tij. Pra, në momentin që ti nuk riformatohesh për të ofruar një ofertë, por gjatë gjithë kohës ti përgatit një manual justifikimesh se si do justifikosh humbjen, unë e kam ditur që përpara që kush do jenë gjithë argumentet që Partia Demokratike do japë për të justifikuar humbjen e vet. I kemi kaluar nëpër panele, i kemi diskutuar dhe këtu sa herë që na është dhënë rasti për të përballur dhe gjatë gjithë kohës kanë mbajtur të njëjtin retorik thjesht për të justifikuar humbjen e radhës që ato do kishin. Por pas çdo palëzgjedhje ato përgatisin një manual për mënyrën se si të justifikosh në mënyrë të madhërishtme humbjen. Kjo po ndodh dhe tani dhe kjo do ndodhë në vazhdim. Për sa i përket pjesës kësaj frikës dhe paragjykimeve që ndodhin për numrin e madh mandateve, unë besoj që Partia Socialiste, pavarësisht se ka gjithë numrat, unë besoj që do ketë një proces të hapur konsultues për çdo reformë e cila do dojë një shumicë të cilësuar votash. Po s'vlen ai Mirgit. Ja e bëre procesin Partia Socialiste ka qenë gjatë gjithë kohës e hapur, e ka treguar edhe në marrëdhënie që ka qenë e hapur edhe me Partinë Demokratike. Prandaj demokracia është e bukur se ka le të themi forca imponuese që mos ta paraqytojmë për numrin, për forcën e numrit, për forcën e punës që ka bërë dhe për mënyrën se si do i qaset. Opozita do ketë hapësirën e vet për të diskutuar, për të thënë gjitha variantet e saj që kanë lidhje me çdo diskutim që do bëj dhe lidhje me çdo reformë që do ndërmarrë qeveria, kështu që mos ta paragjykojmë si proces për numrin e madh numrave, fryma do jetë e njëjtë në sensin e bashkëpunimit dhe në sensin për të ofruar edhe ata variantin e tyre. Por mos harrojmë, më shumë rëndësishme, shqiptarët të gjykojnë dhe për mënyrën se si ti reflekton ndaj një humbje. Nëse ti përpiqesh që gjesh justifikime jashtë arsyes vërtet humbjes, ti do dënohesh përsëri. Nëse ti do reflektosh me veten tënde dhe do gjesh gabime tek vetja jote, mund të jepet një mundësi që Okej, mirë, shkoj publicitet dhe rikthehemi një herë pasi kam kaluar minutazhin për publicitet. Pas pak. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit, numërimi i votave vijon, nuk është se ka të reja, pasi siç thash edhe një herë do të varet shumë nga vota e diasporës, ndoshta Lezhë, edhe një për t'ju kujtuar të nderuar teleshikues, është qarku që ka të dhënat më interesante, pasi si shikoni dhe nga tabela në Lezhë, mjafton që Partia Socialiste të ketë edhe një vot më tepër se koalicioni PD-s dhe ASHM-s dhe do të merrte mandatin e 4. Por gjendja për momentin është e tillë, 31.419 vota përballë 32.525 vota, pra diçka më tepër se 1.000 dhe për Lezhën, Denis, duhet uruar për fitoren e shkëlqyer kandidatja për deputete e Partisë Socialiste Pranvera Skana. Ja ta shohim. Është e sigurt se nuk e di nëse ka fituar, është konfirmuar që është dje. Është konfirmuar mandati, ka qenë në listën e hapur. Ja ku është 3 pas ka ndryshuar diçka. Ka ndryshuar diçka, megjithatë shikoj që është Admir Kadeli. Por prit, duhet është Admir Kadeli që merr mandat. Sepse prandaj janë në Lezhë edhe diaspora që ishin që tha dhe gazetarja. Skana është në vend të 4, 3 merr PS-ja, nëse do të marrë mandatin e 4, përfiton dhe Pranvera Skana. Por diferenca shumë e ngushtë, 5.417 me 5.376. Sepse ndërkohë është dhe Aurora Gjeloshi edhe ajo në garë 5.199. Pra shikoni sa interesante. Me ndryshime në votin zgjedhor, në çdo 3 meshkuj, një duhet jetë. Jo, duhet ta saksoj. Ai rregull vlen për listën e hapur dhe listën e mbyllur, të cilat kanë, jo, nuk veprojnë në mënyrë të njëjtë, por këtë rregull ndryshe ka listë e hapur dhe ndryshe ka, pra kandidatët e listës së hapur duhet të kenë 1 në 3 duhet të jetë
grua dhe kandidatë e listës mbyllur, 1 në 3 duhet jetë grua. Pra, janë të ndara 2 listët. Kështu që megjithatë, teksa Lesha diskuton Kadeli. mandatin e 4, mendoj që Pranvera Skana ka shanse të jashtëzakonshme për t'u zgjedhur, ndërkohë që më shikoj që kanë ngelur akoma nga 245 numëruar 211 kuti aktualisht, dhe loja është e hapur. Çdo të thotë kjo gjë? Lezha e cila ka qenë gjithmonë një... Mos haro votën e diasporës, që këtu kemi prap pretendimet nga Greqia, të cilat do ta ndikojnë patjetër rezultatin. Mendoj që Lezha do të shkojë patjetër në 4 deputet për Partinë Socialiste. Pse e mendoni këtë? Po sepse duket është një trend i cili është vendosur. Lezha ka qenë gjithmonë problematike, deri në kutinë e fundit ka qenë problematike, por shikoj që teksa projekcionet parazgjedhore dhe të sondazheve po të keni parë, Lezhën e nxirrin gjithmonë me deputet në favor të Partisë Demokratike. Ky rezultat e përmbys projekcionin e sondazheve. Ja ku është, për që Partia Socialiste të marrë mandatin e 4, i duan 1109 vota, le të themi, plus. Ndërkohë, Partisë Demokratike i duhet që të sigurojë këtë 1110 që të mos se humbas mandatin e 4. Kjo është llogaria për sa i përket mandateve. Ato që ne pam tek nuk janë pak vota. Diferenca është e votur, po. Nuk janë pak vota, megjithatë, domethënë numërimi vazhdon dhe ka akoma nëse verifikohet një mandat i 4 në Lezhë për Partinë Socialiste, kjo do të jetë ndoshta një fitore historike për qarkun e Lezhës. Dhe mendoj që në një qark ku priteshem, ndoshta më shumë se sa në Shkodër ndoshta që të kishte një fitore të Partisë Demokratike, ne shikojmë një përmbysje, aq më tepër që kemi një vot të emigrantëve që nuk është, madje unë dëgjova me admirim avokatin në fillim të programit që edhe Lezhë në fakt nuk është tamam blu siç paraqitet në hartë. Jo, Shkodra. Më falni, Shkodra. Shkodra është gabim aty, sepse Shkodra e bëjnë blu. E para njerë që nuk na intereson edhe në aspektin e unitetit kombëtar. Se Shkodra nuk është blu. Kjo hartë është... Jo, po me gjitha po Shkodra 4 i ka Partia Socialiste, 5 i ka Partia Demokratike, po 2 i ka por gara ka qenë mes PS-s dhe PD-s. Që është 6 me 5 rezultate atje. Është argument shumë interesant. Do të Ermali bëj të gjitha thot. Tani lere t'ja lëmë diçka. Nëse mund të tek emisionin tjetër do ta ndryshojmë. Nëse Ermali me lejon të vendos vetëm një pikë në arshëtimin që nisa të bëja para bllokut të reklamave. Nëse në nivelin, pra në partitë e opozitës, nuk do të ketë një marrje përgjegjësie lidhur me këtë rezultat, ose nuk do të ketë një ekspozim të një skeme masive të manipulimit të votës, pra njëra nga këto të dyja, marrja e përgjegjësive duhet përfshi jo vetëm zotin Berisha, më duhet ta theksoj këtë gjë. Unë mendoj që duhet filloj përgjegjësia nga zoti Berisha, tek zoti Mediu, tek zoti Idrizi, tek zoti Metaj. Dhe në këtë mënyrë ata duhet të bëjnë një vendimarrje, pra gjithmonë nëse nuk do arrin dot të manipulojnë skemën masive industriale që s'e ka parë njeri të manipulimit të votave, në mënyrë që të zhbllokohet procesi i leadershipit të opozitës dhe ndoshta të fillojë një koagulim i ri. Unë mendoj që kryeministri ka patur, kryetari i Partisë Socialiste Rama, fituesi këtyre zgjedhjeve, bëri një pojim sinqert në fjalën e tij të fitores sot mbas ditës Sheshi Skënderbej, kur tha që kjo fitore e Partisë Socialiste në fakt është automatikisht një shkatrim i opozitës ose një dekonstruktim i saj. Dhe që të vinë pushtet duhet të riformatohet opozita, tha, pastaj të kërkohet. Riformatimi i opozitës për mua, që e analizoj, po themi, jo si politikan, po si një vëzhgues si jashtëmi, pra i shkarikuar nga këto valencat politike, mund të vi ose mund të ndodh vetëm në nivel të leadershipit saj. Opozita është kalcifikuar në një leadership i cili tashmë 12 plus 4 vite e ka lënë pa pushtet. Ky leadership duhet marrë përgjegjësinë dhe në qoftë se të gjithë mendojnë që zoti Berisha është i vetmi i dërguar. E kuptova ku do dalësh. Pra janë përgjegjësitë duhet të jetë kolektive. Zoti Mediu duhet njohë përgjegjësitë, të bëjë mea culpat, ndoshta të largohet nga drejtimi i Partisë Republikane. E kështu me radhë të gjithë ata që Okej, mirë, Ermal, në këtë linjë të thosha vetëm diçka që thot për Mediun e tjerat. Jo të them që ka lidhje me këtë. Se ne themi, domethënë i bëjmë analizën e themi po pse humbi. Po dëgjoj, shqiptarët i marrin njerëz si budallënj. Domethënë që ka një din ka, bagti edhe për votimin, janë jashtëzakonisht të mençur. Unë po marr vetëm një aspekt.
në listat që tha Ermali, dhe ai me të drejtë Ermali, do më thënë, bëri analizë listave, unë do thoshja, plus kësaj edhe disa gjëra të tjera, bie fjala, kur ti fut në listë Gjinjonin, madje e bën kryetar Qarku. Po mira, i ka dalë keq Gjinjoni, kështu që Prit një minutë. mos me këtë rast, Mund të dali ai, mund të dali mirë ai, do më thënë, atje, sepse abuzon me forcën politike që ka një pesh atje në te, ose me Arjan Ndojën në Durrës. Me diu në proces, do më thënë, ti e kënë gjykim, po gjykohet për Gërdecin, me një ngarkesë të jashtëzakonshme atje. Arjan Ndoja me Gjinjonin. Janë persona që ligji i vettingut, ata i ka fshirë edhe ka thënë që për 15 vjetë, plot 15 vjetë, këta s'kan të drejtë të bëhen as prokuror, as gjykatës, për 15 vjetë. Pas 15 vjetë e shumë e bëjmë. Po kur s'ket drejtë bëhesh për 15 vjetë, pra të hiqet e drejta për prokuror, për gjykatës e tjera, si mund jesh ligjvus i Shqipërisë ti? Edhe njerëzit të gjera i shikojnë, edhe thotë, po kjo u hojq, do më thënë, u hojq për korupcion, edhe kjo tjetri nuk justifikonin pasurit e tjera, apo dha dorëheqjen vetë, sepse e dinte që nuk e merrte dot vettingun. Kriteret për të qenë deputet që nga më të thjeshta se sa për të qenë zyrtar tjetër i shtetit. Unë mendoj që opozita... Po prandaj po them, do të thënë që ligjvusi... Është problemi ligjit, avokat. Opozita dhe duhet... Jo, të lutem, që mos se jemi drejt fundit edhe. Që tha gazetarja. Problemi ligjit mund të jetë, po aman, problemi moralit... Morali është tjetër kjo. E asaj që do të marrë... Ai nuk e ka të ndaluar avokat. Do të fitosh mandate, nuk do të këshu. Duhet ikin apo duhet ikin, thoni juve? Si? Pra, duhet ik leadershipi i opozitës apo duhet të ndrojë? Duhet ikin komplet të mund, ata janë të konsumuar. Ermal, sludhe, po. Në atë deduksion që i bëju në analizës politike dhe mbi qëndrimet që mund bëj Zoti Berisha apo dhe aktorët e tjerë politik, unë nuk shikoj që ata do të kenë ndonjë reflektim. Do të vazhdojnë me narrativën e tyre, do të krijojnë fabula që na i vodhën dhe që regjimi është ndryshe dhe në anën tjetër do të mundohen të bëjnë sa më shumë pazare politike ose marrëveshje, të cilat prodhojnë pazare politike. Unë do doja ndaloja pak tek partitë e reja ose partitë e vogla. Duhet largohen normal, se ne që duhet largohen, kanë 4 vite e them. Ne po komunikojmë një situash, një opinion. Që duhet largohen e thash që në momentin e parë. Po ai po thot çfarë do ndodh, duke njohur Partinë Demokratike. Që duhet largohen, domethënë se duket sikur një parti apo një shoqëri, edhe si shembull të jetës time, unë mendoj që një njeri e zhvillon vetëm gara dhe pranimi i kusheve. Kur e humbet garën, njeriu reflekton, hap rrugën, nëse nuk është i aftë ta drejtojë dot një parti, apo ta drejtojë të marrë një rezultat. Kjo është themelorja, këtu apo është esenca e jetës. Nëse kërkojnë që një parti të jetë konkurruese, nëse kërkojnë që një parti të bjerë në errësirë, të bjerë në cikël vicioz dhe të jetë jo mungesë, jo të jetë një vizion për të ardhmen, po tjetë një parti e cila kryon vetëm marrëveshje dhe pazar, dhe që vit pas viti do të ulet në renditje apo do të ulet edhe në vota, është e vetmja mënyrë si po veprojnë këta, që nuk njohin as reflektim, nuk njohin as mendim ndryshe, nuk duan as zëra kundër, por duan të jenë aty historikisht. Tani, unë në këtë mosh jam sa është aktor politik Zoti Berisha. Tani, nuk ka më kuptim kjo gjë politikisë, sepse Zoti Berisha nuk po vjen nga fitoria në fitore, po vjen nga humbja në humbje. Dhe këtu nuk ka më unë që të analizoj dhe them që jo a i duhet të reflektoj. Aty të regojnë votat. Më dhënë, Zoti Berisha, kur ka ardhur, ka thënë për 6 muaj mund Ramën, pastaj ka thënë që do e heqë non gradën, pastaj pagoj $6 milion, nuk hoqë as non grada dhe kryoj fabula tjera, mori lasi vitën për të i dhenë frymarje, nuk i dha do të frym dhe mori atë rezultat që është një rezultat shumë i dobët. Por, po ndaloj tek partit e reja cilat duhet ke një qasje ndryshe, edhe këto parti dhe koalicioni Euroatlantik dhe djathas për zhvillim, të cilët nuk kanë marrë mandat, por kanë krijuar një xhep votash, që kanë qenë votat të karakterit, vota bjerse, vota gjaku. Po flet për Partinë e Bashës dhe Alibejt. Dhe Partinë e Bashës dhe Alibejt. 20.000 vota ka Basha deri tani, që është më mirë. 20.000 duhet ketë. 5.800 vota që është rezultati dobët i partisë. Po, janë diku të 26.000 vota gjithsej. Të dyja bashkë, po 26.000 vota. Po, të dyja bashkë, 26.000. Çfarë do të këto? Këto vota
do duhet krijohet një tryez edhe me këta aktor politik dhe të maksimalizohen. Sepse nuk mundet këto vota, po t'i shikosh edhe Po t'i mbledhim dhe me mundësin shkon 26 dhe 27, shkon 73, bashkë ndoshta nuk futet. Bashkë nuk bëhet, po them këto se bashkë... 73 dhe partia e nismës edhe 58 nuk është pak, janë goxha. Këto vota... 130.000 vota. Janë vota frimare. Pra 130.000 vota mund t'jetë një pol i mirë i tretë. Që të bëhet një pol i tretë, të reflektohet, të ketë njerëz cilët kanë integritet, të hapet drejt të rinjve, të hapet ndaj figurave cilët kanë vlera dhe përfaqësojnë vlera të djatha, se këtu po flasim për vota të djatha në tërësi, por janë dhe vota qytetare, por besoj që po pate figura me integritet dhe vota qytetare afrohet. Nuk i qëndron larg. Dhe mbi këtë premis mund të analizohet. Mirë, dakord, një sekond, po jo këtu e kam pyetjen. Pavarësisht kësaj analize që ju thoni, prap lokomotive opozitës mbetet PD-ja. Dhe kjo PD sa do vinë në zgjedhje lokale prap nuk fiton. Kjo është drama e mungesës rotacionit. Denis, ngelet lokomotiva, por ta kesh sigurt kur do shikojnë që Berisha vazhdon po me të njëjtat fabula, vazhdon po me njëjtën narrativ dhe nuk ka sjell asnjë ndryshim, sepse duhet kuptojnë shumë prej atyre qytetarëve, sepse çfarë ka bërë zoti Berisha? Zoti Berisha me narrativën e vet i ka folur vuajtjeve të atyre qytetarëve. Dhe ata kanë menduar, dhe ata demokrat, kanë menduar që me zotin Berisha tani, vërtet është një regjim kundër dhe ky do ta luftojë Edi Ramën. Koha tregoi që regjimi që zoti Berisha përdor narrativ, shpeshe nuk ishte aq regjim për zotin Berisha, sepse zoti Berisha vetë e votoi sistemin elektoral që kemi në sistemin zgjedhor. Zoti Berisha shpesher e pam që kishte marrëveshje të disajta me zotin Rama dhe nuk mbajti as si premtim që dha. Dhe mbi këtë premis dhe ata demokrat i kanë hapur syt, do t'i hapin syt, sepse e shikojnë që dhe non grata që zoti Berisha thoshe do mi iki, nuk kemi parë në asnjë moment që është ikur, dhe do reflektojnë. Dhe këtë do t'a bëjnë për të ardhmen e fëmijëve tyre. Nuk do t'a bëjnë reflektimin të djathët bi tifozlik. Në qoftë se duan një të djathtë të shëndetshme, një të djathtë ndryshe, duhet këtë figurat cilat ofrojnë shpresë dhe ngjallin shpresë dhe ato shpresa do t'jenë vot për të djathën apo dhe për ndryshimin. Qofse duan që të vazhdojnë me pazare, pazaret i bën zoti Berisha me zotin Rama, pastaj i thot ti e regjim dhe merr këtë rezultat që merr. Kështu që mbi këto premisa e djatha dhe poli tret që mund krijohet, duhet këtë këto vlera të integritetit, të vlerave konservatore dhe të njerëzve të cilët e shikojnë Shqipërinë si një të ardhme për të punuar këtu, por dhe për ta zhvilluar si terma ekonomik dhe terma të një të djathtë, po them që është e shëndetshme. Në fakto partitë e reja patë një defekt serioz për mua. E patën avokatë e di, por duhet ta sipërojnë. Edhe mënyrën... Sepse janë në gjyqë ata. Edhe mënyrën si e bën ato fushatën elektorale, edhe çfarë u dhanë, domethënë shqiptarëve, çfarë kërkonin prej tyre e të tjera, si u prezantuan ato, prezantimi i tyre në kompleks, sipas vlerësimit tim, ishte më shumë i tillë që mos i marrim ndonjë vot PS-s, mos i marrim ndonjë vot PD-s. Unë them që këto forcat e reja nuk duhet ta kenë synimin se çfarë mund t'i marrin PS-s e çfarë mund t'i marrin PD-s. Por janë 1 milion shqiptarë që nuk dalin votim. Ai është shumica e elektoratit gri. Tek elektorati gri ku janë këto forcat e reja që të bëjnë një program të tillë që këta t'i thithin, edhe mos kemi 41% pjesëmarrje në votim, po ta kishim të radhë 60%, pse? Se forcat e reja e muarën atë që duhesh marrë. Po ka dhe diçka, partitë politike duhet luftojnë me aq sa fuqi mund të kenë politikisht për ndryshuar sistemi. Sistemi është shumë i padrejtë. Sistemi favorizon të fortin. Po domosdoshmë, politikisht. Sistemi zgjedhor ka probleme të mëdha. Do duhet edhe ndërkombëtarët të ndërhyjnë pak në këtë sistem, sepse është shumë e padrejtë kjo gjë që ti merr vota dhe po të shkojmë gjitha ato votat, për shembull, dhe ti mezi merr një deputet, 2 deputet dhe votat e tjera ngelin një tim. Po të ishte proporcional kombëtar. Ndërkohë dua pak pyes pak Mirgitin. Mirgit, për Tiranën keni ndonjë ambicie ju luanit me mandatin e 20 dhe këtë ja merrnit nëse do ja merrnit Lëvizjes Bashk, por projekcioni tregon që është shumë e vështirë, ndërkohë edhe Partia Demokratike që synon mandatin e 14
i duen 723 vota, ndërsa mundësia e mbron me 108 vota. Pra duket sikur s'kemi ndonjë shans për ndryshuar këtu në Tiranë, si keni ndonjë kalkulim? Jo, nuk ka bërë, do më thënë, nuk është se ka kalkulime lidhur me mandatin 20 apo jo, por që ne jemi në garë për të marrë sa më shumë mandate. E qartë. Dhe kuptoj që pritshmërit janë me votat edhe të emigrantëve, pra që Ndërkohë edhe mund të marrim edhe mandatin 20. Ndërkohë gara këtu është shumë e edhshme në Partinë Socialiste, vijon zoti Gonxhe, ministri Blendi Gonxhe, 14.262 vota, i pari Ervin Hoxha, i dyti Erion Braçe, vijon të ruajt, le të themi, kuotat e larta 9.200, Fatmir Xhafaj 7.300, Ornaldo Rakipi 5.377, është ngjitur Xhemal Qifalia 3.751, por si që thashë dhe njerë, e penalizon elementi i kuotave të grave. Anila Delaj është deri tani deputete 3.653 dhe Casey Elezit paktën sipas formulës, pastaj do duhet ta saksojë ndoshta KGZ. Gjithsesi tek Partia Demokratike gara është mes dy kandidatëve, nuk kemi surprizat të tjera. Jorida Tabaku 9.795 dhe Ilir Ali Mehmeti 9.210, pra 585 vota që do jetë një garë deri në fund. Mirë, atëherë, përsa i përket asaj çfarë tha Rama sot, do të jetë, ju e tha, do të jetë një qeverisje, le të themi, e kujdesshme, jo me tone triumfuese, por në një farë mënyre. Është përgjegjësi e madhe. Pyetja është kjo, tani cili do jetë fokusi i qeverisjes? Është rruga drejt BE-s apo ka nevojë për reforma të rëndësishme Shqipëria? Është rruga drejt BE-s, kuptohet, ajo ka qenë orientimi dhe absolutisht është një ndër ambicet më të mëdha që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Nuk është se ambicia për të antarësuar në Bashkimin Evropian nuk është vetëm me një fjali apo thjesht me një ambicie, por është me një program i tërë i cili ti duhet ndërmarrësh reforma për të parafruar të gjitha zhvillimet lidhur me standardet që përcakton Bashkimi Evropian. Janë qelë grup kapitullit, i duhet raportosh, duhet punosh dhe duhet tregosh tepër i përgjithshëm dhe tepër i përkushtuar për të realizuar këtë qëllim. Unë besoj dhe në këndvështrimin tim është mundësia për të antarësuar dhe sigurisht që për ta përmbyllur me sukses këtë proces. Pra, antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një fjali, nuk është thjesht një objektiv dhe nuk është thjesht një ambicie. Është më shumë se sa kaq, është një program i tërë me gjithë reforma që duhet ndërmerren me gjitha sektorët për të harmonizuar të gjitha shërbimet, pra qoftë për të harmonizuar kornizën ligjore, për të harmonizuar reformat, për të përshtatur infrastrukturën, për të harmonizuar pra shtetin e së drejtës drejt atyre kritereve që përcaktohen nga Bashkimi Evropian, drejt një procesi gjatë screening dhe ti duhet... Samiti që mbahet pas nesër ka diçka konkrete apo thjesht mblidhen liderët më të rëndësishëm? Dhe për ish vërtetës është një lajm i padiskutueshëm dhe këtu besoj edhe unë nuk e kuptoj që edhe pse opozita sulmon diçka që është mjaft e dukshme, se do të vi kryeministri britanik, do të vi presidenti francez, do të vi kryetari i Komisionit Evropian. Jo, nuk kështu të ikin votat, pse si të ikin votat? Janë këtë formë të ikin votat. Pra, nuk e arrita kuptoj dot retorikën e opozitës. Por për tek kësaj që është padyshim lajm i madh, ka diçka konkrete? Vetëm ta mbaroj pak. Shiko, po konkret është vetë fakti që ata vinë dhe mblidhen, pra një shtet që po arrin standardet. Po pse po mblidhen? Kjo është pyetja. Dhe që tregon është tregues shumë i qartë i rrugës që po ndjek Partia Socialiste në mënyrën se si formson dhe bën shtet drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Pra, është një mesazh tepër i qartë kushdo duhet ta lexojë drejt. Një pyetje stënde pse po mblidhen? Po sepse ata për postë të tjerave me një Shqipëri e cila është tani favorite për të qenë pjesë e familjes europiane, kanë dhe ata marrëveshjet e tyre që duhet realizojnë, jo më kot ka 2, ndoshta 3 takime bilaterale, por mësova sot që ka takim bilateral para summitit me Steinmeier dhe pas summitit me Macron. Pas summitit me Macron, po jam i bindur që do të ketë ndoshta Steinmeier është e rëndësishme shumë se s'kemi patur, domethënë asnjëherë s'ka patur Shqipëria takim bilateral. Takim bilateral në historinë e vet. Takimet bilaterale me Britaninë e Madhe janë të rëndësishme në masën që ato mund të konkludojnë në marrëveshje me rëndësi
reciproke, pra të dyja palëve, ndërkohë që Shtypi për shembull ka folur këto ditët e fundit lidhur me një interes të shprehur të qeverisë britanike për të replikuar modelin Meloni, pra në gjadër të Lezhës, si një qendër të mbajtjes emigrantëve të paligjshëm me cilët Britania e Madhe përballet si problem, pra si një prej problemeve madhore. Mund të ketë diçka të ngjashme thua? Nuk di ta them, ne do ta kuptojmë. Ka disa muaj që flitet kjo. Dhe me Jemi pak entuziast për takimin, mos ta ndeshim dhe mos ta ngjyrosim gjithmonë me disa nuanca të cilat mundohen ta sfumojnë pak herë. Jo, ne entuziast. Pavarësisht, pra entuziazmi është shumë i madh. Ne entuziazmin nuk po e shuajmë, ne po brorasim, edhe tani që po diskutojmë. Po, patjetër. Por meqense kur e lidhim vetëm me një aspekt, jemi drejt fundit. Edhe meqense Denisi në konfidencë më ngarkoi më një detyrë që ta bëja oponencën tuaj, unë jam i detyruar t'i them, po themi disa situash me raqe më shumë se sa dyshime, pra nuk ka vend për paranoj. Le të shpresojmë që këto do të jenë marrëveshje të mira për Shqipërinë. Po jo ta dimja çfarë është një, pastaj a do ketë marrëveshje që ne kemi bërë marrëveshje bilaterale me Macronin, kanë qenë për të blerë helikopter. Prej tyre një urrëzua u vran pilotët tanë, 3 të tjerë humbën, një 4 të tjerë ngelen rrugëve në servis. Dhe ne sot kemi një helikopter që nuk mjafton për çfarë. Dua të të pyes pak për diçka tjetër se më doli nga mendja. Dua të komentosh pak votën e diasporës. Si është e mundur që diaspora, jo vetëm për qarkun e Tiranës, por në shkallë kombëtare, diaspora në tërësi po voton, le të themi, Partitë Socialiste. Jep dot një shpjegim? 54% me 28.2. Një shpjegim, unë mund të jap vetëm në faktin që Partia Socialiste u mobilizua që shpejt tek vota e diasporës dhe punoi fort aty. Se mirë këtu, e di pse bëj këtë pyetje, mirë këtu administrata, ku di unë vjen në presion, siç pretendon opozita. Po atje ku është presioni atje tek jashtë territorit? Shko, duhet nëse flasim për strukturat, sepse është shumë e rëndësishme. Partia Socialiste është munduar që dhe në diasporë strukturat i mbaj aktive dhe t'i ruaj lidhjet me ta. Dhe kjo ka bërë atë gjë. Duhet kuptojmë një gjë, edhe diaspora, kur ka reaguar në votë, ka reaguar njësoj si shqiptarë. Si vota e teritorit. Sepse ka reaguar, sepse votat e diasporës, për sa kohë shikojnë që Sali Berisha nuk reflekton, dhe në media është amplifikuar aq shumë, sepse ka dhe diçka, pushteti thashe themeve i quaj unë, e amplifikonte aq shumë sa thoshin që Berisha do marri mandat. Dhe në këtë moment, Rama përdori po të njëjtën strategji me pushtetin e thashe themeve, sa i tha doni përsëri Berishën dhe u rikthye në gjithë historikun e vet politik, me të mirat apo me defektet që ka Berisha. Dhe mbi këtë analizë dhe mbi këtë lojë psikologjike, edhe diaspora mori të njëjtën përgjigje. Pastaj duhet kuptojmë edhe një gjë të paktën Denis, që lidhet edhe mënyrën se si u votua. Unë që në momentet e para kam pasur rezervat e mia për votën diasporës, sepse nuk ishte vota 100% e fshet, se nëse vinte me zarf familjari aty dhe 100% nuk ishte fare thuaj, se ai mund ta votonte edhe te lokali i lagjes. Po, edhe te lokali, edhe kjo ka dhënë atë efektin e vet. Por po ta them, struktura dhe mënyra se si ka punuar, sepse ne nuk mund ta bëjmë zit çdo gjë. Edhe për sa i përket këtij samiti që vjen, nuk është e hishme që të bëjmë protesta, sepse kur ty të vinë partner strategjik, ti duhet ta shfrytëzosh në maksimum atë vizit edhe qoftë për turizëm, se po vjen vera. Edhe në media qarkulloj që kush është Shqipëria dhe ta kuptojnë, sepse ne kemi rival, sot kemi Greqin, po e marë minimalisht me Itali, nuk krahasohet. Kemi Serbinë, Malin e Zi dhe këto, dhe mbi këto premisa ne duhet maksimizojmë çdo gjë. Politika është politik, por duhet kemi dhe një ndjenjë adetare për vendin tonë, sepse nuk mund të bëjmë zi çdo gjë. Për diasporën mos harro një gjë tjetër, Ermal, që është më e rëndësishme në ato që i thatë juve, jam plotësisht dakord unë edhe me këto organizime e tjera, por diaspora është jashtëzakonisht e ndjeshme atje në vendet ku janë, që çfarë shteti kanë në Shqipëri. Dhe ata faktikisht sot shqiptarët e Italisë janë krenar me qeverinë aktuale, me Edi Ramën, se thonë nuk e ndjejmë veten siç e ndjenim përpara. Që ishim, domethënë, na i merrin pasaport, na hidhin asyt, kishim frikë të thoshin jemi shqiptar, e tjera me radhë. Tani nuk e themi me në Greqi atje, në mes të Greqisë atje, në mes të Athenës, u tha s'ka me fshesa, tha. Në rast do bëjmë fshesa këta, tha, hajdeni atje se 900 euro e kam pagë në e tjera. Ne kemi rastin, o avokat, kur ti evidentohe, domethënë me diaspora, kur shikon që në shtetin e tyre këtu në Shqipëri, kam potent, domethënë qeverisjen, e ka
do më thënë, në aspektin diplomatike të marrëdhënieve ndërkombëtare, e barabartë mes barabartëve, edhe e ke simpatike në politikën e jashtme dhe diplomacinë e vendit tënd të një niveli të lartë, atëre u rritet krenaria, janë më ashtu edhe të japin vota ata. Nuk të japin votën kot ata. E mendoj pak Pa të shikojnë dhe çdo vit kur kthehen në Shqipëri, shikojnë dhe Një koment shumë shkurt, Gerti, për votën e diasporës e cila shkon sërish tek Partia Socialiste? Në fakt, unë dua të elaboroj diçka mbi atë që mendojnë është debati themelor, se për votën e diasporës kolegët i thanë të dyja opinione, pra njëra palë... Cili është debati? Mos me hap nga e para, se jemi në fund. Jo, nuk do nga e para debat, do them këtë që ne tashmë besoj jemi tamam në kohën e dur për të nisur një analizë, dhe le ta lëm të pazhvilluar sot, lidhur me atë se është më mirë për Shqipërinë një qeveri apo një legislativ dhe ekzekutiv së bashku, po të doni, që kanë pushtet kaq të madh, pra është ky pushtet i madh, pra kjo hapësirë e madhe për Partinë Socialiste nuk kupton dhe hapësirë të madhe për individët, qoftë për ata që mund të jenë të opozitës e tjera, apo do t'ja ngushtojë hapësirat. Dhe ky debat duhet nisë, sepse ky është fenomeni i ri që sjellin këto zgjedhje. Ne nuk kemi patur asnjëherë një parlament ku shumicën e cilësuar e ka një forcë e vetme. Dhe nëse do dalë parashikimi që mund të shkojë 85 vota, dhe me votat e gjithë këtyre opozitave të vogla, që besoj nuk e kanë problem të bashkohen një graviteti kaq të madh sa PS-ja, mund të shkohet gradualisht në 93 vota apo 94 vota, mjaftueshme për ndryshuar dhe kushtetutën. Domethënë, unë mendoj që problemi që ne do duhet të adresojmë nga ky moment e tutje, përveç faktit që leadershipi, siç e thash më herët, i partive opozitare duhet marrë përgjegjësinë në rang individual nëse nuk fakton dot manipulimin e madh, është si mundemi ne ta mbajmë përgjegjëse një qeveri me fuqi kaq të madhe. Okej, ta lëm për një herë tjetër, unë kam vetëm një surprizë për avokatin, se i cili në një farë mënyre do të më shpjegoj si ka mundësi që Mallakastra përfundoi avokat me këtë përqindje kaq të madhe. 78. Shiko ku keni shkuar, 73.2%, 25.7% rritje, 31% rënja e PD-s. Çka ka ndodhur në Mallakastër? Kush i dha votat për PS-n kaq shumë? Po shkurt, 1 minutë kemi. S'ta thot avokati. Se thua dot. Jo, e them në vend. E para është mençuria e Partisë Po Socialiste. lërë mençurinë, a faktori që ka ndikuar. Ja të them pse ku konsiston mençuria. Po mas e ka e mençuritë nisë, s'kemi çaj Sepse ai që doli deputet i Mallakastrës, ne të gjithë atje në Mallakastër, atë e mendonim se ai është i djathtë. Dhe ai ka marrë vota djathës shumë. Ai vetë si individ. E dyta, u treguan jashtëzakonisht mençëm, sepse Mallakastra ka një problem të madh. Problemi i madh i saj është, ka patur një rrugë që lidhe në Fieri edhe dilte në Tepele në Kufi. Rruga e vjetër që i themi ne, se është Bereve Cakër në tani. Dhe ajo rrugë ishte shkret dhe më drek, dhe gjithë ato fshatra ishin thojse pa lidhje, nuk lidheshin me njëra tjetër. Është bërë rruga tash. Me një ajo rrugë filloi pas që ka filloi jo tani, po ka kohë që filluan socialistët, atë edhe e hapën dhe po e lidhin edhe me fshatrat të tjera dhe Mallakastëriatët filloi si rrugë e Lumit Vlorës thanë. Ishte më tepër për të kuptuar se ka patur fenomene të veçanta, ndërkohë e vetmja zonë që Partia Demokratike ka fituar thellë ose ka ruajtur fitoren e thellë, mbetet Tropoja me 66%. Pjesa tjetër më pas është një rezultat katastrofik. Unë falenderoj katër pranishëm, padyshim që do ketë kohë për analiza edhe për atë që tha Gerdi me shumë rëndësi se çfarë mund të bëj një qeveri, një parti me një pushtet kaq të madh dhe se si mund kufizohet. Gjithsesi do kemi mundësi për herë të tjera. Kjo baka shumë ka qenë edhe fundi i maratonës zgjedhore këtu në Repolitikës. Ne do të takohemi javën tjetër me tema të tjera që padyshim do të prekin dhe pasojat e 11 majit. Natën e mirë dhe mirupafshim.